Fillojmë. Ma bëj 3-2-1 burr. 1 2 3. Përshëndetje miq dhe pacient të Tru Podcastit. Pas zgjedhjeve të 11 majit u binda që jetojmë brenda një spitali psikiatrik. Inshallah nuk zbresim në katet e këtij spitali, qëndrojmë siç thot edhe i madhi Dino Buxhati te shkretira të artarëve, tek ajo novela me ato pallatin, me atë spitalin me shumë kate, me 7 kate. Qofshim tek kati 7, unë kam marrë dhe prangat, jam lidh aty, që mos të meqi njëri. Por siç e shikoni edhe nga çerja ime, më në fund në Tru Podcast ka ardhur një vajza, kupton se na ka myt testosteroni dhe na ka çel fytyra. Kemi një vajzë shumë të bukur, kemi një vajzë që ka 27 vite në media, 27 vite në media. Zë potent, zë nga ta që ta plas troç, Anduena Labani. Përshëndetje. Wow. Mirë se të gjesh Spendi. Wow. S'po besoj edhe ktheva kokën për një moment tash më kërka. Po ti. Kështu që faleminderit shumë për ftesën. Mirë se më erdhe, më ke nderuar ti. Më ke nderuar ti me ardhen tënde. Ti e di që nuk e se njihemi shumë, po në ato pak kohë që njihemi kam krijuar një lloj respekti për ty sepse je shumë danoçe. Trosh me ta thon. Je goc. Në mendim. Je danoçe në mendime. Pra pak to komplekset. Wow. Ja, si një. Gjitha. Shumë transparente, shumë e drejt për drejt, edhe mund të bësh mohabet me ty 2-3 orë, 4 orë, duket si 5 minuta, 6 minuta, siç ta ndodhi kur u takum për kafe, që jemi kënaq, kemi qesh, kemi bogallat, kemi fol seriozisht e gjitha me radhë. Faleminderit, e vlerësoj shumë. Një nga arsyet që unë do doja që ti të vjen në Tru Podcast siç erdhe, është sepse ti je një gazetare që mbulon kronikën. Apo ja. E zez. Dhe pyetja ime është shumë e drejtë për drejtë. Pse të pëlqen ose pse zgjodhi kronikën e zez dhe pse kronika e zez është shumë tërheqëse për shqiptarët? Është për vitet e fundit do thoja. Por më përpara askush nuk e ka dashur kronikën e zez. Më përpara gjithçka ishte fokusuar interesi edhe i gazetave, hapeshim në faqet e para vetëm me çfarë bëri Nano, ku shkoi Nano, se është periudha në cilën kanë filluar, Ka qenë viti 98, domethënë eksodi i kosovarëve në Shqipëri, ka qenë shumë rasti. U bë Anila Prifti, unë dua thjesht ta përshëndes Anilën, sepse është ajo arsyeja për cilën Anila do doli emri. Me cilën unë u bëra mbar, le të themi, për të nisur këtë lloj profesioni. Edhe Anila pa tek unë atë tikun që thua ti, që ti mund ta bësh këtë gjë, dhe rastësisht më futi në redaksinë e Koha Jon, gazetës, që në atë kohë ishte goxha e lexuar, le të themi. Po. Edhe do t'i hyra unë aty. Kam qenë shumë e vogël, kam qenë gati 17 vjeç, sa kisha mbaruar shkollën e mesme. Nuk është se kisha ide të qarta për të ardhmen time. Kisha aplikuar, kisha shkuar në shkollën kisha aplikuar për shkollë lartë, për psikologji, më pëlqente pjesa e shkencave sociale, më pëlqen ndihmoj njerëzit në nevojë, mendoja gjithmonë komunikoj me adoleshentët kryesisht në gjimnaze, një ëndër e cila nuk më realizua sepse nuk arrita dot pikët maksimale, dhe më doli e drejta për inxhinieri ndërtimi. Me ato lloj pikësh që Kur e mendon domethënë që është shumë herë më mirë inxhinieria ndërtimi se sa psikologjia me u marr me pacienta. Jo, kështu siç ka ardhur koha, mbas kaq vitesh, 20 e ca vitesh, është e drejtë ajo që ju thoni, por duke qenë se u futa në këtë lloj redaksie, ku aty kishte emra shumë të njohur gazetari sot, unë arrita që në 12 dhjetor të filloj nga A-ja gjithçka në lidhje me profesionin e gazetarisë. Kam qenë gazetare kryesisht e fokusuar tek gjyqësori për shkak sepse njëri nga gazetarët u largua jashtë vendit dhe ai vendi ishte vakant. Dhe thanë hajde se po fusim Anduenën këtu. Domethënë ishte një lloj rastësie e cila përkoi tek gjëja që si duket shkonte edhe me tipin tim pak si çunak, pak e guximshme, gocë qytetare, e lindur dhe e rritur në Tiranë, jo e llastuar as pak, po e rritur me shumë dashuri duhet thënë kjo gjë, sepse kjo më ka bërë pikërisht atë që ti edhe shumë të tjerë evidentoni tek Anduena për shkak të që nuk kam komplekse. Je solare.
Ti je tip solar, do të thonë nuk ka boundaries, nuk ka kufizime që ndodh faktikisht në takime që tjetri pritet direkt. Do të thonë kush është ky që se njoh, dale pak gjitha, nuk do të thotë që ti je naive, kupton? Ti ndoshta ke krijuar mekanizmin që e njeh tjetrin në 5 sekondat e para ku do me dal, si do me dal, çish do me dal, kupton? Po eksperienca bën vetën. Se është eksperienca në mes. Po e kam fjalën që është rrjedh, it flows. Mbase është energji. Rrjedh muhabeti, e ke atë lloj çështjen solare të vetën, qesh. Jam komode. Ditë bësh humor, se humori është një nga si thua indicet tregues shumë të lartë inteligjencës, po nuk ditet me bë humor nuk je inteligjent. Ai pastaj kur kalon te autosarkazma është nivel akoma më i lartë i inteligjencës. Por e kam fjalën si ka mundësi që një vajzë bukuroshe, le ta themi, të shkojë në kronikën e zez dhe ta ruaj edhe vajzën Nacho, Çunak etj, po edhe seriozitetin që ti jep kronika e zez, se kronika e zez ke të bësh me morgun, ke të bësh me policin, ke të bësh me spakun, ke të bësh me X-in, pra ke vetëm disa njerëz, burra apo gra, të nderuar që janë të vrazhd, që flasin politikisht korrekt ose institucionalisht korrekt. Para kam pas mësues të mirë. E dyta kam pas shembuj shumë të mirë në punë. Kolegët e mi kanë qenë serioz në punën që bënin, kanë qenë edhe të përpikt në atë që shkruanin profesional, në gjërat që trajtonin, duke parë pikërisht të shembujt e mirë, unë jam rritur me frymën e tyre. Unë kam gabimet e mia, kam qenë edhe unë, domethënë, në një periudhë kur fillova punë kisha një tjetër veshje dhe sa që më tani, shiko, ti nuk duhet vishesh kështu se ti do përfaqësosh. Si vishesh ama? Po si një vajzë e vogël. Adoleshente jo, po një vajzë që unë adoleshente do vdes, domethënë, sepse e kam këtë që nuk dua të rritem, por puna më ka bërë që të vesh atë mantelin e pjekurisë edhe të seriozitetit, sepse kam të bëj me njerëz që e duan seriozitetin dhe në momentin që ti ja dëshmon atë gjën, të kthehet po njëta monedhë. Është shumë e rëndësishme të ecësh ose të shikosh njerëz të suksesshëm, të mbi të gjitha profesional, për të kuptuar që kjo është ajo që duhet bësh. Edhe këto 12 orë që kaloj në punë, shpend, nuk kanë qenë të qeta apo të rehatshme dhe komode për mua. Absolutisht. Çdo gjë ka qenë, por ka pas net që unë nuk kam fjetur, kam qarë natën sepse kisha edhe ngacmime. Ngacmime tipit po ngacmime të karakterit seksual apo çfarë? Shiko, në këto lloj ambientesh ku ne punojmë ka ngacmime të tilla. Do të thonë është pashmangshme që ti mos apo që më tepër një vajzë që kalon një 70-a. Po. Gjatësi, le të themi, duke llogaritur frustracionin që kanë pacientët këtu. Ashtu. Një vajzë që kalon një 70 centimetra e gjatë, që është pak brune, që mund të ecë dhe mund të bëjë zhurmë kur ecën, domethënë gjëra të tilla ishin të pashmangshme. Ajo që e bënte diferencën ishte pikërisht karakteri, fjala, sjellja, zëri, veshja, gjithçka. Dhe mua më desh të maturohesha, jo vetëm të piqesha profesionalisht, edhe të mësoja gjithçka. Kam hyrë fare pa eksperiencë. Pa eksperiencë. Madje nuk kam qenë e pjekur, kam qenë pa pjekur. Kam qenë 17 e gjys, 18 vjeç. Madje ka qenë e fortë një ditë sepse tek News 24 bashkimi kishte këto gazetat që lexonte titujt në vitet që korrespondonin. Edhe befas del një shkrim, Gjallica, ku shkuan para atë shkrim nga Nduena Allabani. Edhe më merr një miku im thotë, ora 7:30 8 mëngjesit, moj sa vjeç je ti? Se po shikoj këtë lajmin që e ke bërë në vitin. Kupton tash në 98-99, kur ishte historia e firmave piramidale, proceseve gjyqësore që unë kam ndjekur, edhe procese shumë të famshme në atë kohë, si vrasja e shekullit Azem Ajdarit, gjyqi kokaina, bandat e Gaxhait, grupet e frikshme të rrugës Durrësit, vrasjet që bëheshin me antitank Deniz Gina, domethënë janë gjëra që unë i kam mbuluar. I kam mbuluar proceset, ka pas edhe raste ku këto, nuk duhet ja përmend tani, një grupi kriminal që si gjithmonë në Shqipëri ndodhin dhe çuditëra, nuk ishte brenda, kafazit, po ishte jashtë kafazit, edhe titulli i gazetës në atë kohë
ishte pak metaforik, po që karakteri dhe burrnia e këtij grupi ishte fyer nga titulli dhe vinë më kërkonin në gjykat kush është kjo, sot do ta çojmë te mali me dajti, do ta hedhim, do ta bëjmë gjëra të tilla shumë abstrakte domethënë. Dhe policët e tokës shoqërimit që thoshën lej, se është gocë e mirë, është gocë e vogël, s'ka lidhje ajo. Dhe vjen dikush për tyre më thot mua ti Anduena, i thashun po pse çka ka bërë Anduena? Tha po ç'është ky titull? Dhe unë sqarova që titulli nuk është produkt i gazetarit. Po. Ajo që është brenda është produkt i asaj që unë raportoj. Po, raportimi. Titulli është vendoset nga kryeredaktori. Kush është kryeredaktori? Ti që nga domethënë, tha, po i thash unë jam. Edhe nuk u tremba as pak për t'ia aprovuar një fakt të tillë. Dhe sot e kësaj dite kur dikush për tyre më shikon rrugë, më përshëndet, sikur ka ata vazhdojnë të jenë jashtë. Po, patjetër. Drejtësia funksionon. Edhe të fuqishëm. Edhe fuqishëm atë. Tash nuk më përgjigje pyetjet çfarë është gjithë kjo tërheqje që ka ky popull pacientësh për gjakun dhe për kronikën e zez. Nuk e konceptoj dot valla. Nuk kam përshtypjen që e kemi dhe pa genetike, po e kemi dhe kultivuese. Të tipit? Atëherë, kronika e zez ka hyrë në vitet, domethënë 99-2000 me proceset e para hetimore të grupeve kriminale si Hakmarrja për Drejtësi, Gaxhai, Banda e Durrësit, gjërat të rrugës Durrësit, duhet të thoya. Por kanë qenë edhe procese të tjera gjyqësore që kanë marrë shumë vëmendje edhe për shkak të traumës sociale që krijuan firmat piramidale. Dhe duke qenë se gazetat hiknin shiteshin në mënyrë të frikshme me tituj të tillë, u pa sepse ai brez që ka qenë para 30 vitesh janë sot që bëjnë analizë lajmesh, edhe bëjnë drejtojnë edhe redaksi lajmesh informative. Po. Edhe nga një në shfat që i kanë pas mësuesat, por që është kaq interesante se si me titujt e gazetave ne bëm një indoktrinë, le ta themi, tek publiku. Po shkrimet atje kanë qenë në rini me orë të tëra në proces, domethënë hyja në orën 9, dilja në orën 6 nga gjyqja. Domethënë bëheshin gjyqje që të ikte truri me dëshmitar, me debate, debate flas mes palëve, Po. Ku gjykata ishte gjyqtari më i mirë, me të pandehur brenda gjyqit, me dëshmi tronditse nga vrasjet deri tek rrëmbimet, gjëra që vërtet ishin për opinionin shqiptar, në atë kohë ishin gjëra të papara dhe të pa lexuara. Kjo ishte dhe etja për cilën kishte. Pastaj njerëzit interesoheshin, ku shkuan paret tona. Okej? Kush i mori? Çfarë ka interesante mbi proceset gjyqësore të tyre? Kishte interes. Në gjithë rrugtimin që ke për t'i qenë nga firmat piramidale deri më tash. Me bandat kriminale. Edhe me bandat kriminale. Po ato janë me pak rëndësi sepse unë hyte ka të lloj njerëzish që mendoj se ata djemt duhen kuptuar njëherë pse kanë zgjedhur atë lloj jete, pastaj duhen gjykuar. Sa nuk e bën atë lloj njeriu, atë jetë nuk e bën një lloj njeriu në zgjedhjet parë. Ç'është e vërteta. Jo. Ngec, njofun në rastin fjer, djemt më të mirë se i është vrarë babai, ka nisur një sagë asmërie që sot e kësaj dite janë bosa, miliarder, edhe hapet hapur. Do thënë për një vrasje që është bë në gjaknxetësi e sipër, janë marrë të pakën mbi 27 jetë njerëzish të lidhur me krimin ose jo. Mjafton që të kishe lidhje gjaku. Se unë vi nga qyteti Fierit dhe ti e di, meqense je gazetare kronike, e di shumë mirë se çfarë është bën Fiera, në Lushë, në Vlorë. Problemi është këtu. A kam pyetur një herë ta llonjeron, bën një pyetje, ngre pyetje vetes. Ora, këta tipat që kanë humbur legët, që thonë duan paret tona, e kanë vrarë një mendin që paret e tyre që janë vjedhur janë investuar po prapë në Shqipëri, po nga duart tjera, në duart politikës, sepse që skemat piramidale kanë qenë një bashkëpunim mafioz me shtetin, kjo është pak për e sigurt. Po. Tani, u vran 5.000 veta. U vran shqiptarët me njëri tjetrin, pak rëndësi ka. Po, u vran. Në Fier vriteshe pse kalon pas orës 4, 3 veta dhe 2 veta. Vinte plumi kokës. Sigurisht. Në Berat, në Berat po ashtu. Në Berat ishte banda e Beratit që hajde ti mësojmë gjinin të fëmijës që është në bark, edhe kanë bërë makabritete, pra kafsh. Më thënë edhe kafsh nuk i quan dot se kafsha nuk vret për qef, vret vetëm kur do të ushqehet, kur është e uritur. Sakt. Pse ka kaq pak memorie kolektive ky popull valla? Në pyetjes tënde unë do të jap dy përgjigje.
ka dy lloj shtresash. Një popullsi që nuk nxë, ose nuk do të kuptoj që ajo që ndodhi me firmat piramidale ishte një vetvrasje shoqërore. Po. Dhe një popullsi tjetër, një popullat tjetër, le të themi, që vendosi të hiqë nga Shqipëria. Sepse nuk pa rrugdalje tjetër. Në momentin që lekët e tua ikin dhe ti nuk ke më të ardhme në këtë vend, kush ishte zgjidhja? Po Gomonja. Po. Mos harrojmë që unë kam mbuluar edhe 9 janarin, ngjarje, kam mbuluar procese dhe ngjarje ku gomone të tëra lëviznin nga Vlora dhe nga shumë qytete të tjera për të hikur drejt Italisë, pavarësisht se shumica prej tyre kanë patë edhe fatalitete. Po ne jemi ndarë dhe pse një popull i vogël, se natër kemi qenë pak më shumë. Po mënyra se si ata kanë operuar ka qenë pikërisht kjo. Dikush vendosi të hiqi fare, dhe dikush me ato pak sa i kishin ngelur, dhe dikush tjetër pranoi të qëndrojë në zgjedh dhe të vazhdoi prap nga e para, duke krijuar kështu një stereotip njeriu, që jemi këto që jemi sot. Dhe ne kemi ngelur këtu. Unë besoj që më të guximshmit kanë ikur. Pra ti po thua është farktuar një mentalitet pas 97-s, pra është farktuar një mentalitet tjetër pas 97-s, pra është njeriu i ri demokratik në tonë. Njeriu i ri demokratik, po për mendimin tim në Shandërtal. Mua më kujtohet babai im ka pasur shtëpinë e gjyshit, pra nga babi, pas bllokut të ambasadave, tek rruga 21. Dhe vinin njerëz nga gjithë vendet, nga gjithë qytetet, dhe kërkonin të strehoheshin pikërisht në shtëpinë e gjyshit tim, dhe linin nuk kishin shumë para me vete. Dhe vetëm duhet të flinin aty që të nesërmen të futeshin të kalonin muret e ambasadës, dhe linin çka kishin. Male dikush tha unë do shkul edhe dhëmbin e Floririt. Vetëm më lëdh të flë sot në obor sepse nesër duhet të futem aty. Domethënë kishte njerëz kaq shumë të dëshpëruar, të cilët nuk kishin asnjë lloj zgjidhje tjetër. Këta ishin pjesërisht njerëz që vinin nga jashtë Tirana. Pra, qytetarët zgjodhen një mënyrë të tjetër për të ikur, qytetarët e Tiranës, sepse i kishin mbas edhe mundësitë. Dhe dikush bleu një vizë, dikush falsifikoi një dokument. Unë mbaj mend që në vitin 2004, kur unë fillova gazetari në televizionin Top Channel, fillova si gazetare televizive, kam bërë një reportazh në lidhje me emigracionin. Dhe kam shkuar në Miras, ku kisha informacione se grupe të tërë njerëzish, gra, fëmijë, madje pjesa më e madhe të rinj, kalonin kufirin për kundrejt një pagese gati 1.000-1.500 euro. Shkova kapa udhërofyesin, ai pranoi që të më shoqëronte. Kam bërë pikërisht rrugën që nisesh nga Mirasi në Këmbë, bashkë me grupin e udhëtarëve, emigrantëve, deri në piramidën 79, se sa harroj asë numër, se edhe pse jam keq me memorien, arritëm tek piramida që ndan tokën shqiptare me atë greke dhe dëgjova aty lloj historish. Njerëz që kanë lënë rrugën për gjysmë sepse nuk mundeshin më, grashta të zëna që kanë pas probleme, të rinj që janë ngrënë nga uqrit, por më e keqja fare edhe të rinj që janë vrarë nga patrullat greke. Domethënë, kur ti bëje këtë gjë, dhe ti e shikoje në vendngjarje, dhe ti dëgjoje prej tyre këto gjëra, dhe çai kishin ata borxhe kishin marrë 1.500 euro. Dhe vetëm ndodheni të hiknin nga ky vend. E dini shumë mirë që po të shkonin në Greqi, edhe mund t'i kthenin, dhe prap ata tentonin dhe iknin. Tani përpara kësaj, ç'a mund të thuash tjetër? Kur ti je dëshmitare e një gjëje që më kaq se reale nuk ishte. Dhe më e bukura ishte që kur unë transmetova reportazhin, më vjen një prokuror nga prokuria e përgjithshme dhe thotë, "Andona më jep pak DVD-n sepse ne do nisim një proces hetimor për udhërofyesit për Kalin Palishëm." I thash dëgjoj, mos e bëj, sepse unë gjitha shpenzimet që mora për të shkuar në shërbim në Korçë, unë ja dash udhërofyesit se kishte një fëmijë dhe kishte vetëm bukë misri për të ngrënë. Misër të zjerë me sheqer. A kupton tash se për çfarë po flasim? Dhe këto ndodhnin vetëm pak metra larg Korçës, Parisit vogël, po që historitë të tilla mua më kanë ndryshuar për të kuptimin. Edhe jam rritur me këto histori, mbase edhe këto më kanë bërë më, le të themi, më kanë bërë më të butë, më objektive, më njëri.
Shikoj. Më njëri se sa gazetare. Ka lindur, sa po më lini një pyetje tjetër. Jepi. I ke parë në ëndër? Më thënë, ke parë situata në ëndra të frikshme? Ëndra nuk kam parë, me thënë drejtën, por kam qenë aq aftë ta kultivoj, domethënë këtë gjën. Po një periudhë gati në depresive kam kaluar. Mbas ngjarjes 9 janarit, unë shkova dhe bëra 1 vjet mbas të të vërtetat e 9 janarit, të pathënat e 9 janarit. Edhe ajo gjëja rikthimi prap në vendngjarje, hapja e dosjeve, materialeve dhe e kufomave që un kam parë, materialeve dhe trupave që erdhën në Vlorë, aty si duket pata një ngarkesë emocionale e cila më shkaktoi një traumë psikologjike. Kam kaluar një periudhë gati 3 muaj, rash në peshë, nuk shikoja dot, nuk dëgjoja dot ngjarje të rënda, se unë mbuloja edhe aksidentet edhe gjithçka. Edhe kjo më bëri që të qëndroj pak larg. Madje në atë kohë ka qenë një ngjarje ku ndodhi një vrasje shumë e bujshme në Tiranë, u vra Vajdin Lame. Po. Edhe unë nuk shkova. Edhe i thash drejtorit informacionit Dandi Beti, thash unë nuk shkoj. Tha më nëna çfarë po bën, po dezerton punën, e thash jo unë nuk shkoj. Edhe e refuzova me vetdije këtë gjë. Më desh pak punë me veten për ta kaluar. Kur komunikova me disa miq të mi, prokuror më thanë, është normale, të gjithëve na ndodh, për shkak të ngarkesës që ne marrim, është puna e gotës që mbushet, po duhet derdhet një moment. Ky ishte një moment i vështirë. Të tjerat i kam kaluar me shumë sukses, me sportivitet, siç jam dhe vetë. Cilat janë valvulat e shkarkimit? Terapia dhe energjia pozitive. Po, cila është mekanizmi? Cili është mekanizmi? Jam autodidakte unë. Nuk është se bëj ndonjë shpikje. Po të bësh kundalini dhe yoga, po. Unë jo. Valvul... Jo. Nuk kam ndonjë valvul kështu sekrete që nuk dua ta bësh edhe me publikun tënd. Nuk e di, më vjen shumë spontanisht mbase. Jam shumë, si ta themi, jam shumë e rregullt edhe në truun. Kam sistem, kam sistem rregullativ. Një gjë që më bën që gjërat që kam përparësi për mua, që janë shëndeti, mirëqenia, qenia në formë, qenia e lumtur, e buzëqeshur, janë përparësi, dhe pastaj vijnë gjërat e tjera. Kjo gjë më ndihmon shumë. Më ndihmon shumë edhe fakti që unë ndjej keqardhje për dikë që është në nevojë, që shikoj që është në vështirësi, dhe mbase kjo është, njerëzit mbase nuk e kuptojnë që duke qenë se ti je e aftë të kuptosh dhe të mendosh për tjetrin, imagjino për veten. Shikoj, këtu kemi një lloj përplasje bashkë. Jepi. Pse do thoshte? Ma sa më ka treguar mua jeta ime modeste. Njerëzit sa më shumë të japësh, aq më të mirëqen të marrin. Po s'më pengon kjo fare. Nuk shikoj. Le të jemi pak sinqert me veten. Jam shumë e sinqert. Çdo lloj njeriu kanë, më thënë, e ka të nevojshme kur bën një të mirë, minimalisht, jo të kthehet. Minimalisht të shikoj mirënjohjen nga tjetri. Çfarë bën? Po varet nga minimalisht. Po varet nga pozicioni ku jesh pend. Minimalisht. Po varet në çfarë pozicioni. Unë kam disa vite më shumë se ty. Po. Jetë edhe punë. Po. Të betohem që unë kam menduar gjithmonë që edhe pse nuk kam marr, ose nuk ma ka ditur dikush kur e kam ndihmuar ose kur e kam unë kënaqësinë ndjek e vetja kur e ndihmoj, nuk e kam problem fare. Po këtu nuk kemi debate kjo pjesa. Po s'më ka shqetësuar kjo mua gjë. Asnjëherë betohem. Të betohem, që nuk më shqetëson fare kjo gjë. Mua di ç'më shqetëson? Mua më shqetëson fakti që unë dal në një ekran me ish bashkëshortin tim, them që jam divorcuar sepse kam mbaruar marrëdhënia, dhe kur shkoj në shtëpi që jemi bashkë për hir të fëmisë, le ta kuptojnë ose mos ta kuptojnë, nuk më intereson fare kjo gjë, por dhe lexoj komente të tmerrshme. Do të them, jo njerëz të smur, po nuk e kuptoj, si mundet që një mendje njerëzore
ti shpreh ato fjali, Po pra, jo vetëm ti mendoj, po ti shpreh. Kjo është idea, pra. Kjo po më bezdis. Jo, sepse po ti futesh thellë, jam i bindur që gjithë njerëzit që mund t'i kesh ndihmuar ose një pjesë dërmuese të njerëzve që ti mund Janë t'i kesh bë mirë, janë ata që fshihen pas baltosjes. Për këtë jam i bindur. Po mirë, më nuk e ndryshojmë dot në këtë gjë. Tani jeta është shumë e shkurtër për të marrë me tjetrin, ëh? Është relative jeta. Unë besoj që jeta është relative. Është një pasqyrë që nuk reflekton kurrë atë që duam, por atë që na mungon. E ka thënë Kafka, po shumë e bukur. Po shumë e bukur. Edhe unë kam parime, kam ideale, kam edhe motive. Cilat janë për shembull 2 parime, 2 ideale të tuat? E drejtë e sinqert. E drejtë e sinqert. Çfarë është drejtësia për ty? Drejtësia për mua? Po, drejtësia është diçka që ti duhet t'ia japësh dikujt dhe nuk duhet të mos ia japësh dikujt kur e meriton. Për mua drejtësia është raporti jot me ndërgjegjen për shembull. Ndërgjegjen time? Po, ndërgjegja funksionon kur kemi njerëz që kanë ndërgjegje. Domethënë ideja është këtu që në momentin që unë ty të kam diçka në dorë, unë do bëjmë i drejtë, sepse unë nuk dua që natën më të më thoj shpendi. Mrena vetes. Për e gabim. Yes. Plago. Nuk e vlen. Plago. Jo. Nuk e ke bën mirë. Nuk e bën mirë. Domethënë koncepti i Zotit, koncepti i drejtës, koncepti i sinqeritetit, për mendimin tim është në raport jot me veten. Që do të thotë ti mund të thuash mua atë ditën gash ti je arrogant vlla. Unë nuk e ndij veten arrogant, sepse unë nuk e valvolet e mia të sigurisë mentale ose shpirtërore, më thonë që shikoj vlla se ti nuk je ashtu siç thon tjerët. Po. Dhe ti mund të thuash që gash ti ja bën e mirë që i fola Anduenës ashpër, po në një moment mua më thot vetë ime shikoj plago se un kam tjetër një simace. Cila është një drejtësia? Cila është? Atëherë. Un kam shumë miq dhe bashkëpunëtor, domethënë kam njerëz të cilët un besoj që njeriu njihet në punë. Po. Aty ku ka bryllat e konfliktet më të mëdha. Po. Me të gjithë njerëzit që un kam punuar, pjesa më e madhe e njerëzve me të cilët un kam punuar, që kanë qenë bashkëpunëtor të mit. Po. Në punën që un kam bërë. E vetmja gjë që evidentojnë tek un është fakti që Antuana ka qenë e barabartë me ne. Dhe kjo më duket e drejtë. Nuk kam tentuar kurrë që operatorin dhe shoferin të trajtoj si operator dhe shofer. Kjo është trajtuar. Është fisnikëri. Okej, është dhe drejtësi. Kjo është fisnikëri. I kam trajtuar një lloj. Çfarë kam ngrënë unë, kanë ngrënë ata, çfarë kam pirë unë, kanë pirë ata. Në momentin që unë kisha një takim, duhet rria në një zyrë me orë të tëra, sigurisht që i kam krijuar komoditetet për të më pritur. I kam trajtuar si një grup xhirimi. Gjë e cila jo vetëm në ato kohë, po edhe sot pak gazetare bënin. Për të mos thënë askush. Dhe kjo gjë mua më jep një lloj kënaqësie kur e dëgjoj dhe kur takoj ish operatorët e mi, ish njerëzit bashkëpunëtorët e mi më të ngushtë, të cilët kur më shohin thonë, "Nuk vjen më njëri si ty." Ka drejtësi më të madhe se kjo? Ta vendosësh tjetrin të barabartë me ty? Nuk besoj që ka. Prapun them që kjo është fisnikëri. Është mirësi, është fisnikëri dhe është e kultivuar mrena edukimit tënd. E drejtë, po mirë, okay, kjo është meritë e prindërve. Jo, është merita jote që ti ke përthitur një mesazh për çdo prind shqiptar përpiqet e japë fëmijës vet. Pra të gjithë prindrit tan, individët socialist. Po mirë, po mos harro. Mos harro. Prindrit e mi, dëgjoj, mos harro. Individët socialist janë gjithë shiringën e kanë bërë gjithë një lloj. Po, mos harro që në këtë tillë profesioni ku ka shumë konkurrencë, është e vështirë të jesh e barabartë edhe të jesh e drejtë. Sepse je gjithmonë viktim. Konkurenca është gjëja më e mirë që ndodhet në Shqipëri. Po se të rrit më. Po të rrit. E sidomos kur e ke kockën e drejtë. E di se të bën apo jo, lis. Dhe më e bukur, e di çfarë është, që ty nuk të duhet të bësh asnjë lloj gjëje më shumë për të qenë më mirë se sa të tjerët në mirësi, sepse këtu është krimbje. E di, un kam një batut me një dy kolegë të mit që i kam ruajtur akoma dhe them, po Mandora, si jam bërë këto sot, i them unë, ky brezi. Lëre më shoqyr që jemi të ndryshëm, se nuk do bënim diferencën. Kështu që është shumë e rëndësishme të jemi në këtë shumë llojshmëri speciesh që ngrihen, që rilindin, që
shartohen e që nuk di çfarë mund të bëhen. Sepse duke patur këtë lloj konglomerati, ne bëjmë diferencën. Dhe njerëzit nuk e harrojnë virtytin. E di se është mbahet më në gjimnaz. Ishte shumë e lehtë të ishe më i miri në një klasë që nuk kishte asnjë të mirë. Edhe ishte shumë e vështirë të ishe më i miri në një klasë mesatare çdo provimi ishe mbi 9. Mbi 9.2, mbi 9.3. Konkurenca ishte më e fortë. Problemi është të pakën 10 fishe në energjisë që ti të mbash konkurrencën me vete për të mbajtur një lloj stabiliteti në nota të larta në një klasë shumë dobët. Energjia trupore. Dhe kjo është e njëjta gjë, the same fucking shit. Pra, në momentin që ti je më i miri që në partenc, sepse tjetri është totalisht idiot. Ti ke një sfidë akoma më të madhe, sepse duhet të mbash veten tënde të karikuar. Sepse kur të mban shpendi, një koleg që ti e do apo jo, po që është i zotin punën e vet, ajo konkurenca drejt që të hajmë profesionalisht me njëri tjetrin. Messi Cristiano, në thelb. 15 vjet me njëri tjetrin, luftë, rivalitet, po që të dy on top. Sot është shumë e vështirë. Madje Ronaldo, sipas Aleksej djalit tim, është më i mirë, thot ai, si lojtar, se kishte bërë një ulëmtim dhe thoshte Ronaldo nuk është i talent, nuk është pure talent. Po, nuk është i talentuar si Messi, por Ronaldo është bërë me punë. Po i them, gjatë shpendi, po i thot Aleksej, edhe Messi punon si Cristiano, si kafsh për ditë. Për shembull, unë i them që Messi, nga që e simpatizoj Messin, bën një jetë më normale se Ronaldo dhe se bashortja e tij. Edhe familja që ai ka është më social, ata janë koncepti familjes shqiptare në thelb. Ata janë shumë të ngjashëm me neve, më të mbledhur me një tjetër. Dhe shpenzimet që bën familja e Ronaldos nuk kanë lidhje me shpenzimet që bën familja Messit dhe kontributet që Messi bën për të qenë afër njerëzve në nevojë, më duket edhe Cristiano është filantrop i frikshëm. Është filantrop i frikshëm. Po mirë, sigurisht, ai ka mentorët e vet, por që në këtë rast ne flasim prapë për drejtësi. Po e drejta është që ti sigurosh kushtet barabarta njerëzve. Po, për mendimin tim këtu nis. Do vetëm siguroj kushtet barabarta. Nis këtu, se ka edhe shumë elemente të tjerë që janë faktorë që lidhen me rrethanat ku gjendem, me personat, pozicionet që ata kanë dhe përfaqësojnë. Është edhe kapaciteti, Anduen. Kapacitet absolut. Është kapaciteti. Po normale, se pa kapacitet ku do shkojmë. Domethënë ti mund të marrësh një ketër edhe një peshk, ti japësh startin e barabartë dhe thuash tani hajde ngjituni në pemë. Po. Starti është i barabartë, po ai është jashtë habitatit vet. Pra, drejtësia është të gjesh habitatin njeriu. Pra, çfarë është e drejtë? Kur unë shikoja një student timin, që shikoja që ishte nul fare në gjeopolitikë. E merja veç edhe i thosha, ti e di që nuk performon këto apo jo. Do të duhet të përballesh me realitetin tënd, pa e surgjinosur, pa e intimiduar. Bullizuar, po. T'ia thuash në mënyrë, ndoshta un kam zgjedh një formë tashpër, sepse un jam me terapinë e shokut, vet i provoj gjërat. Ma thoj troç, tull. Pastaj di unë se si merrem me atë gjë. Po, kjo tregon forcë karakteri. Ti nuk je për këtë. Po ti e di se ku mund të jesh i mirë, po. Futu atje Lale, mos hum koktu. Orientim direkt. Shko atje ku je ti i mirë. Mos u merr me gjeopolitikën, nuk të bën ti gjeopolitikë, nuk e bën dot vëlla, as i punën to është më politika sociale. Në jetë jetëve mund të jem më i dobët i klasës politika sociale. Sepse nuk më tërheq ajo. Apo për gazetar. Mund të jem gazetari më i dobët. Pse? Sepse mua nuk më tërheq kronika. Po. S'të tërheq fare kronika? Zero. Domethënë, ti ja kupton që un kam 5 vjet që nuk shikoj televizor. Po jo, televizor është tjetër gjë, po gazeta ke pas lexuar? As gazeta. Vetëm po Panoramën, Mr. X-in, sepse atë Palomën, Mr. X-in. Palomën, Mr. X-in, sepse ti Barwestin nuk e ke arritur apo? E kam kapur. E ke kapur sa vjeç ke? Mos më bëj tash promotion. Se jam në dieni, po nëse. Ne nuk i investigojmë shumë. Sa vjeç ishe 25, ë? Unë 25 për 26. Por mbas asaj, mbas drejtësisë vjen gënjeshtra që nuk e kam, domethënë, përpiqem shumë që të mos gënjej. Që s'ke gënjur asnjëherë? Jo, të mos gënjej profesionalisht. Mos gënjesh profesionalisht. Jo, këtu po flasim profesionalisht. Cili është raporti jot me gënjeshtrën? Cili është raporti jot me gënjeshtrën? Ka gënjeshtra të bardha, ka gënjeshtra të kuqe, ka të zeza.
Cilat ke përdorur ti për shkak? Nuk di unë të gënjej. Për këtë ti po, nuk di. Edhe kur gënjej kuptoj më njëherë që gënjej. Nuk di. Ka një shprehje shumë të bukur Franz Kafka që thotë, "Chi non sa mentire crede che tutti dicono la verità." Po. Kështu që unë jam një nga ato. Unë nuk di të gënjej. Shikoj atë shit. Edhe mendoj se gjithë thonë vërtetën. Dhe kur përballen me gënjeshtra, ti nuk di të gënjesh, po ti naive nuk je. Jo, nuk jam naive. Jo, nuk po them që jam naive. Po ti si beson, ti nuk e mendon gjithë tani, mos më bëj mua kod tash, mendoj se gjithë thonë të vërtetën. Jo, pëlqen kjo si kjo është sarkazëm. Okej. Tani është e bukur për të qenë e vërtet. Po unë nuk di të gënjej. Tani në këtë moshë që kam, unë nuk është se kam dhe moshë të gënjej tash, ja kupton, po nuk di të gënjej. Jam përpjekur të gënjej, po di unë, për shumë rrethana, caktuara, po në jetën time, profesionalisht jo. Po shikoj, profesionalisht nuk mundet sepse gënjeshtra në profesion tregon që ti është dështim. Ke dështuar, po. Po. Në profesion je pa aftë. Ajo gjë që më bën pak fare krenare, se jam shumë modeste kështu si natyrë, është fakti që në gjykatën e Tiranës ndaj meje nuk ka asnjë kërkesë për gënjeshtrim ose për shpifje. Bravo, kjo është arritje. Kjo është arritje, po. Sepse më ra në duar para një 2 vitesh një material shumë konfidencial nga një zyrë avokatie që bënte research dhe pash që një pjesë e kolegëve të mi ishin me nga 4, 7, 10 procese civile, por që kishin lidhje me shpifjen. Dhe me thënë drejtën u shokova se tash. Pastaj kuptova që u prit se jam mirë. Shikoj, kjo çështja e shpifjeve, më duket pak idioci. E di pse më duket idioci? Ligji i shpifjes. Sepse si personazh publik, që jam, ti mund ose ti. Secili nga neve mund të janë duhet në pash dije ajo ka dashnorë. Shpendin e pash dije duke pirë kokainë. Ai nuk e vërteton dot edhe sikur na ketë parë neva. Kështu që predispozita që ne vetë vemi në gjyq, ta hedhim atë për prishje imazhe dhe për shpifje është 100% në favorin ton, për aq kohë sa ai nuk ka prova. Shpifjet me gazetarët kanë një karakter tjetër, që kanë lidhje me funksionet që këta persona kanë. Ne nuk flasim këtu për jetë personale, edhe për nofka që mund të vendosen apo për, ku diun, për thashë themnaja, po flasim për një politikan. Po. Një gazetar thot një fakt për një politikan. Dhe thot që një politikan i ka dalë emri me një grup kriminal. Po. Dhe ky politikan i pretendon se këta janë edhe pa fytyrë, pjesa më e madhe s'kan fytyrë. Dhe ta bën ato ai sepse ai ka të sigurt që e fiton gjykat. Po, sepse se provon. Bën një padi ai, thot për shpifje 1 milion lekë. Atë të merr dhe atë rrogën që ti ke. Po pjesa më e madhe janë kështu. Domethënë nuk është se ka në lidhje me jetën personale, shpifje apo histori për shembull në momentin që ti po të flisje për Arben Ahmetajn, para se dilte skandali, juve do ishit futur të gjithë në seanca plenare për shpifje, do ishit dënuar të gjithë. Po tamam. Pasi doli, se më bëni kemi histori. Pasi doli, u vërtetu që u çeka bonami. Nuk është se doli njëri nga politika, opozita apo qeveri, që toj dalë e se këtyre gazetarëve gazetaria është refleksioni politikës. Gazetaria është refleksioni gjithë shoqërisë. Po, është sidomos i politikës. Sidomos i politikës. Tani kur neve kemi këta gazetar, është edhe refleksioni i politikës i ti bëm valla. Se s'mund të kesh gazetar danez me një politikan shqiptar. No. As bëhet fjalë. Kur ti veten në parlament agor, edhe i thot tjetrit, ti je hajdut, ti je vrasës, ti je kshu, ti je hajn, ti je X, ti je Y, pse u dash kërka që ai tjetri që dëgjon ty në seancë plenare, çdo tente, këtu bie, ta mbaj fjalën. Këtu nuk jam dakord me ty. Edhe për çfarë në këtë pikë që unë mendoj që shkolla e gazetarisë ka dështuar. Ka dështuar sepse gazetar i kemi dhe shumë bujtëqësim. Tani mund të arrijë një gazetar në studio, prime time, 1 milion shikues, edhe thotë që ky bëri seks me një imis. Po. Domethënë, a mund të thuhet kjo? Domethënë në shkollë gazetarie, ti ke ca norma. Unë nuk kam mbaruar gazetari. Unë kam mbaruar gjuletërsi dhe juridik. Nuk kam formim gazetaresk. Unë gazetarinë e kam mësuar në praktik. Po. E kam mësuar në godin.
E ka mësuar në kompjuter, e ka mësuar në hard disk, e ka mësuar në gazeta që mëset e gjumi duke lexuar. Me ato që kasetat e vogla që Bravo. Por mos harrojmë që masa ka kufi, ti në jo gjithçka mund të thuhet ose mund të gjesh mënyra për ta thënë. Tani në momentin që ti shkel mbi këto parime, për mendimin tim ti jo shkollë, po nuk e di kush ta ka dhënë atë diplomë. Dhe në momentin që ti shikon këtë lloj politikane që bën aty të fundit parën, që thot fundit parën, që ka një fjalor të degraduar, që flet me një femër në mënyrë të tmerrshme, duke e bullizuar, edhe duke e shkatruar atë si femër, unë mendoj që një gazetar prap duhet ketë shkollën, maturinë dhe profesionalizëm për të trajtuar një gjë të tillë. Dhe s'mund të jetë kurse si fytyrë e kësaj politike. Se prandaj jemi. Ne jeni bërë për t'i bërë oponencë, edhe pse tani jeni bërë vegël. Ne bëjmë të gjitha më. Edhe pse është bë vegël e politikës gazetariane. Po normale më shpendi. Ne pim një kafe bashkë dhe unë tek ty fiksova disa gjëra. Po. Okej? Po. Sepse kam gjithmonë atë syrin e të kundërtës, syrin e vëzhguesit, syrin e kërkuesit. Tani ti prandaj je gazetar. Po. Që të shikosh përtej asaj gjëje. Po. Po tani ti je gazetar, të bëhesh palë, të bëhesh më keq se ata. Unë nuk e di çfarë gazetaria është kjo pastaj. Për shembull, unë ta tregova edhe në kafe ty, s'po përmendim emra tash, se janë këtu. S'është nevojë. Është një gazetar për shembull që pata fatin e keq ta ndaja studion me atë, kur po flisnim për zonjën e Benamedit. Bastard. Nuk mund bëhet, kurse si. Bastard. Nuk e hyet ajo. Kushdo qofte Benamedi. Absolutisht. Për nonën e vet është më i miri në botë. Foli publikisht. Për gruan e vet po. Për gruan e vet është burri më i mirë në botë, për fëmijën e vet është heroi më i madh në botë. Për mua mund të jetë hajdutje më i madh, për ty mund të jetë hajdutje më i madh. Unë kam një parim timen. Nuk merrem kurrë me pragun tat. Mrena pragut. Çfarë bën ti në jetën tënde të gjitha? Dhe nesër pas nesër ti je armiku më i madh i imi, nuk kurrë. Sepse Luani ndeshet me Luan, nuk ndeshet me qenin. Po, sa ta kuptojnë këtë filozofi është vonë. Por që të merret gruaja, një zonjë, kushdo qoftë ajo, që nuk ka lidhje me politikën, ajo tu po merr fondet e mia publike, burri i saj po merr fondet publike. Të merret tash u gjetën këto në vil, u gjet ky send në vil, se s'dua as me i thonë. Gjëra degraduese. Degraduese. Çfarë do më bë? Do më i degraduar mesazhin. Të tmerrshme. Imazhin. Çfarë do më i bëti asaj zonja? Nuk e kuptoj, por janë gjëra që kalojnë çdo lloj caku. Prandaj ta përmenda edhe atë rastin, sepse të betohem, jam shokuar kur e kam dëgjuar. Se në këtë jo po tani tregodhe në një gjë tjetër edhe. Ta mbyllim, të fusim dhe një pull kuqe aty. Thënë, është dhe mania për të patur vëmendje. Po nga politikanët, kanë ardhur në ngacmime gjona. Ngacmime në sens, ngacmime si mashkull. Ose të posedojnë nëpërmjet imunitet. Me imunitet i diskreti. A kanë imunitet? O bulte, a kanë imunitet politikanët vëlla? Kanë, po e kanë. Kështu diku e kanë. Shiko, po sigurisht po spende. Po mirë domethënë, nuk kanë turpi nuk e hanë vëlla, se kanë ngrënë me bukë. Po frik nuk kanë që dalë vëlla se kjo gazetare apo ndjen të gjithë pushtetshëm. Shiko, jo, një pjesë e tyre në raport me gazetar tregojnë po aq serioz. Sepse varet çfarë shëmbulltyre kanë, edhe gazetarët. Në momentin që ti tani i jep shumë, i ulet edhe i flet shumë sikur si dënom ç'a boti se ka edhe gazetarë të tillë, që kanë këtë lloj komunikimi. Absolutisht. Hera parë që merr në telefon për të ftuar. A më zemra? Shpirti? A më shpirti? Çfarë do bësh sot? Më ra çik këtu se isha shtrir. Mua merrti se në shtrir më mundi për të ftuar në televizion. Domethënë ka edhe nga këto lloj lulesh, gonxhesh. Ka edhe këto gonxhe që flasin kështu edhe me kriminal, kështu që ose me kështu me antar të botës së krimit, me aktor të botës së krimit, se duket më bukur. Po që ka politikanë të tillë, ka patur raste kur dikush ka tentuar që të më ngacmoj, të më josh, të më blej, por të betohem që është çuar duke më dhënë dorën tokë. Edhe ka ikur e ka thënë dëgjoj.
Kur dush, zgjidhe ditën, kafe, në ulemi si që ke bobe. Do me thënë, varet se çfarë ti përcjell tek ai. Ore, njerëzit guxim budallaj kanë sa dush. Edhe unë nuk i paragjykoj. Ka edhe nga këta politikanë që e kanë pat arsyeshme, kanë thonë, po pse jo? Po ule mirë. Ë? Ta të pi kafe me këtë. Po ta shoh çfarë mendje ka. Ti je i sigurt që pjesa më e madhe vin sepse kanë parë këto lule dhe gonxhet e tjera. Dhe kujton se janë gjithë asaj. Po kur hasen në dru pastaj ose në beton, aty edhe ndjen atë lloj frike që thua ti që prit një herë tani sa kjo është dikushi. Dhe unë mbase edhe dekonspirohem. Kjo është pra, domethënë edhe të cënohem. Guximi prej idiode. Sigur je personazh i fuqishëm publik politik, ti faktikisht e humb jetën tënde private. Ç'është vërtetë. Po, jeta jote është e tyre. Është, më thënë, jeta jote është gjithë popullsisë që ty të ndjek, është Big Brotheri. Dhe nuk kam kundër ndjesive që çdo shpirt i përjeton. Po mirë, normal. Po varet se si ti i kanalizon. Varet se si i kanalizon. Ngacmimet janë nga më të ndryshmet, po ngacmime kështu ordinere unë nuk njoh. Unë nuk njoh ngacmime ordinere, me thënë drejtën. Por një burr që ka pushtet, që ka para, edhe që ka dhe statur, pse jo? Tenton. Po pse? Kugje? A ka dal, më thënë, ma shpjegon do të modën se ti nga që ti e botës gazetaris, ma shpjegon do të modën që çfarë është kjo moda kontemporane? Një grua dy dashnora. Mos më pyet për këtë se nuk e njoh. Thjesht i dëgjoj këtë histori. Po prapë që njeh. Po i dëgjoj. Njeh realitetin më mirë se sa unë se ti në terren. I dëgjoj. Unë jam i mbyllur këtu te kjo shpella. Kur të folash parë për pjesën e divorcit tim, këtu e kisha. Domethënë unë dal them me zemë figurë që kjo mbaroi dhe unë jam ndar. Dhe unë që kam ordinerja. Kurse këto që mbajnë nga 2 nga 3, këto janë ferma të mira. Domethënë kjo është ajo gjëja që mua më duket padrejtësi, edhe që ma caron pafund, edhe që përpiqem që të heq dorë nga këto rrjetet sociale, edhe fakti që kam heq dorë nga Facebooku është pikërisht kjo sepse nuk dua të shoh dhe të lexoj gjëra të tilla, edhe komente. Edhe evitoj sepse jeta reale në Tiranë, ku unë jetoj, është absurde. Unë kam të njohur të miq që pranojnë bashortin vetëm të sjellë parat. Le të ketë ai 3, 4, 5. Le të ketë fëmijë. Robina. Po, nuk ka problem. Por ka dhe vajza të cilat jetojnë mirë, kanë një bashort me para, ai duke qenë se bën një jetë të dytë, vendosin që të bëjnë dhe ata jetën e dytë. Kështu që hajde flasim tani për familje. Unë habitem që martohen njerëzit akoma. Kjo është dhe kur e them njerëzit thonë me kjo ç'a thot. Po jo, është ore si martohen duke parë këtë realitet unë. Këto me të martesës janë, këto janë shtëpi publike. Po. Domethënë unë ose shtëpi lagje, publike po lagje. Autoshkolla. Se ka edhe nga këta që ikim në pushime, marrin edhe gruan dhe dashnorin, marrin edhe fëmijët, marrin edhe po të mëshme. Në bëjnë kështu. Bëjnë me orë, ku diun si e bëjnë. Me autostop. Edhe në këtë realitet ti të flasësh tani për martesë. Nuk e di. Cili është tash themi më i keq që ke dëgjuar për vetën? Peta kujtoj tani. Në një që të ka dhëmër që ka thënë, a më mollë dhe shizet. E thatë edhe këtë? Po më kanë bërë kështu. Po më kanë bërë për shembull fermën e dikujt. Pa lidhje. Ore, mua më kanë bërë të dashur në vllajt, Dashur në vllajt? Po. Vinte vllai më takonte në punë. Vllai im duke qenë se kishte një makinë kështu të madhe, të bukur në atë kohë. Edhe ai më kishte merak dhe vinte më kontrollonte se kam qenë. Vllai për motra më kështu. Ore kam qenë survejuar kështu, domethënë 24 orë. Është vllai për motra më kështu. Po. Edhe kujdesi që ka pas, që nga shkolla mesme deri kur kam filluar punë, deri kur kam ardhur në Top Channel, kam qenë monitoruar nga vllai, edhe pse ai i martuar, imagjino. Edhe
futem unë tani nga dritarja dhe përqafoj puth vllajin, po e puth e gusha. Po. Nuk di. Histori. Këto kanë qenë ato të para ato që edhe më lëndonin se isha edhe në një fazë e vogël, po krijoja një profesion, po përpiqesha të rritesha sepse rria me njerëz shumë herë më të mëdhenj se vete. Edhe kjo gjë më vriste. Pastaj tash teme të tjera, jo, nuk është se kam dëgjuar tash teme të tjera. Thonë, nuk e di, pjesa më e madhe vjen nga kolegë që nuk ma duan të mirën. Çudi, si? Mate, ka nga ato kolegë që shkojnë dhe ke pronari im. Edhe... Të lutem, do bëjmë një marrëveshje fjalësh. Pronari televizionit. Pronari televizionit. Pronari joti jo. Po ke drejt. S'më falet ku gabim, lapsus. Çfarë jem brenda shtëpisë tonë? Çfarë jem? Pronari televizionit. Pronari, po më tregojmë që jemi njerëz edhe ku gabim. Pronari televizionit shkon dhe i thotë që shiko, ajo si e mbante atë në punë, si jep ti leka sa e trisi fëmin. Po çaje, ajo flet keq për ne. Dhe më thënë, gjëra të tilla, të cilat sigurisht që ka një qëllim. Po unë këtu ke ty do ta them për herë të parë që këto lloj mostrash që bëjnë këto lloj gjërash janë tutor femrash. Tutore femrash. Po, këto lloj gazetaresh janë tutore femrash. Tutore femrash televizive. Që unë kam dëgjuar mos bëj kot, po ti faleminderit që e ndave me mua. Jo, unë kam të provuar. E ndave publikisht me mua. Te kjo studio ime e vogël. Mbi shpatull, po. Po tash do kisha lënë një gjë për ty. Dha rrofsh, është shumë e mirë. Të lutem. Jo, këto janë përjetime njerëzore. Që unë i njoh edhe ti i njoh, se kemi diskutuar. Pa kemra, ato pa kemra, janë të mërshëm. Do të thotë që bëjmë përshtypje. Janë të mërshëm. Edhe bëjnë diferencën. Dhe për mendimin tim, duhet, nëse duhet një vetting i pastër fare, duhet një gazetarie. Aman, më të futen. Domethënë, kur neve shikojmë televizione kombëtare që promovojnë prostitucion, hapur fare, domethënë edhe pyetja e studios është për sa do ta shiste ti vetën, do ta shiste për 15.000 euro, domethënë që në atë moment ai thot po, për 15.000 euro një natë po. Domethënë mirë unë që duhet të jem vajz babe në Shqipëri. Bab vajze në Shqipëri. Po. Edhe mirë unë që jam nën djali. Edhe mirë ti, edhe nona ime dhe nonat e shumë tjerëve që djemt e tyre inshallah kanë fatin e mirë, se kështu si ka vajtur. Ore, futesh ti ke kjo jona, do të thonë, nuk di ç'as dëgjon. Po unë këto që po të them i kanë provuara. I kanë provuara sepse ti ri me një kolege, hapi, shkëmben informacion, kalon pjesën më të madhe më shumë në të se sa me prindrit, dhe ti shkon në një kafe një ditë, të del dikush që njihet si precedent penal, e thotë ai shikoni të dy. Do dilnin bashkë. Dhe me thënë, ti hap syt, dhe kur tjetri të vë përpara provës dhe faktit, ti kupton se kush është kjo legje, që si pas ke ngrënë me të dhe si pas ke pirë, si pas ke bërë share gjithë të gjëra, dhe ti nuk pas ke kuptuar se çfarë misioni pas ka patur. Dhe në momentin që ti bën këtë backupin me këtë njerëz, pastaj fillon lufta kundër teje. Do të thënë kaq të çmendur janë njerëzit, se që nuk mjaftojnë me aq. Po vazhdojnë. Ose nuk kam punë tjetër. Për mendimin tim nuk kam punë tjetër. Ose është puna më fitimprurse. Nuk kam punë tjetër ose janë është puna më fitimprurse. Jo, janë të deformuar, më ta thash, janë andërtal. Ktu ka politikanë huaj që në të dy dim, që vinë dhe marrin gra në orën 11 darkës do takohemi. 11 darkës si nuk takohesh me një koleg që ka ardhur nga Italia, të lësh burrin në shtëpi. Se ka të kështu histori. Në orën 6 ose në orën 4 masdite pas pune, shkon e takon e mbyll një orë kafe. Nuk ke pse të takohesh në orën 11 në një hotel prestigjioz ti me atë. E dyta fliten për skandale seksuale. Ka shumë video. Po. Shumë është një hotel në Saran u bë i famshëm atëherë. Një fare. Nuk kam dhënë. Nuk merrem me Rozon. Me Rozon. Kjo është kronik, kjo është ster. Nëse ti merresh me kronik të zez, kjo është kronika ster. Jo, janë era parë që e dëgjoj këtë pjesën e historisë. Shumica e politikanëve duke shkojnë atje. Duke parë
flitet për flitet, se tani mund ta kapi ligji i shpivjes, po për flitet thon, gojrat e ligra, thon. Thonë që këta Aty janë po video orgjish. Politikanësh. Politikanësh. Dhe politikanesh. Okej. Domethënë, deri këtu ka vajtur, domethënë, shitja e trupit, shitja e aseteve tua, përdorimi seksual për të arritur një qëllim politik, ekonomik dhe jo vetëm, buron tek ata që prezumohet jenë përfaqësuesit më ideal të sovranit. Pra, kur kurvëria është ngritur në pjedestal, atëherë çfarë presim neve këtu? Ka marrë fund çdo gjë. Çfarë presim? Ti më fal tani, ti pret që ti mendon që ne me këtë gjëra që po t'i them nga ai barku shpiston bën diferencën nga këta? Zero. Janë zinxhir gjërat. Domethënë, siç është gazetaria, është politika, është drejtësia, është Ti e kupton, ka shkolla, është ka pedagog që janë mosha e baballarëve tan, mbi 65 plus, që bëjnë posedime seksuale studentësh që është mbesa vetme. Është 20 vjeçë, lule, gonxha. Posedime seksuale, troç fare, ta kërkon tjetri hapur, do ta kalosh, hajde te zyra ime që kush llampadaren. po pra, okay, këto miklimet, ore këto raste janë në gjithë botën, por ne jemi vend shumë i vogël për të qenë kaq të shpeshta. Ky është problemi. Dhe ne nuk kemi asnjë lloj kontrolli ndaj këtyre, sepse nuk e kemi as ndërgjegjësimin. Se gjëja e parë, unë duhet të kem komunikim me fëmijën tim. Po. Në momentin që mua më mungon se unë jam shumë e zënë, edhe fëmijën tim e lë gjithë ditën rrugëve, dhe fëmia im arrin në një pikë të tillë sa të ngacmohet nga profesori, momentin që familja ekziston, se prandaj them që nuk këtu është shkatruar çdo gjë, dhe është shkatruar nga poshtë. Se nga lart ku ta gjenim se do na kishte zënë. Po nga poshtë që na ha akoma. Tani në momentin që mungon dialogu, fëmijë, familje, fëmijë mësues, si do ta zgjidhim në këtë gjë? Kur drejtësia nuk funksionon, sepse ai del nesër dhe nuk merr ndëshkim. Edhe ai tjetri që është në proces se sipër vazhdon ai thotë më se s'na gjen gjë ne. Vazhdoj unë me perversitetet e mia. Raste të tilla ka pafund. Unë çështjen e moralit në një shoqëri në fakt e vlerësoj edhe nga qeverisja. Po. Kur ai lart nuk ka moral, si do kemi ne moral? S'ka moral. Përpiqemi ne. Ti po thuaj që ober not Führerion. Që ka i pa moral shumë? Po ma. Ober shtyn Führer, ober not Führer. E di çam bëri përshtypje ke KM-ja, më bëri përshtypje që i kishte mbledhur nxënëse dhe tha ju duhet më shihni mua, tha nuk do. Ajo ishte, nuk e di. Nuk ma ka bërë çuni akoma si pyetje, me thënë drejtën, se s'di çfarë do t'i them. Po ja, kur ma bëri pyetjen për teatrin, ja dita përgjigjen. Po, që më tha pse je ndar. Po për këtë do hap syt edhe nuk e di çfarë do të them. Aleksej Xhaxhishpeni po thot Obernot Führeri vetëm adhurohet, nuk pyetet për të. Vetëm adhurohet i madhi, marrësh nga ditët tona omret. Domethënë ti po thuaj që edhe vet ai i madhi nuk pas kërkish moral? Ai? Se thua ti? Po çka ka treguar shkretë me gjetë fiku ka qenë? Piktor. Me gjetë fiku. Shiko, ai ka meritet e veta, domethënë nuk biles ai shkreti tha. Nuk jam as kush po. Se unë jam i mbuluar tha me gjetë fiku, se juve kush e di çfarë shikoni tha, se dim ne çfarë shikoni. Edhe s'kishte faj, Pornhubi ishte sajti më i shikuar. Kjo ishte pastaj ishte shok. Ka 2 evenimente në Shqipëri. Pizza 2023, gro parësimi, dhe dyta frustracioni më i madh seksual në Europë. Pornhub, sajti më i shikuar. Në Shqipëri. Po. Dhe Safet Gjici, për një muaj, njeriu më i kërkuar në algoritmin e Google-it. Imagjino se sa Edhe Big Brotheri, emisioni më i parë që është perversion i frikshëm për të parë tjetrin nga vrima Chelsea. Dakor, ja. Ke 4 fenomena që ndodhin në politikën e një popullsie prej 1.8 milion banorësh rezident. Çfarë tregon kjo? Çfarë tregon kjo? Jo, nuk e di, unë nuk e di. Kjo tregon që nuk ka sens. Kjo tregon që nuk e di domethënë. Po ne çejmë. Na ruajt Zoti, ne. Si mbijetojmë? Pacientë, çojmë.
Edhe në pacient, se... Piles unë i shkreti sa shikojnë të veshur me të bardha shmangi, pëse mos na bëj shiringën. Po pash të veshur me të bardha iki. Na bëj shiringën, shoqja. Po mirë. Domethënë unë kam një lloj neverie për median, ti nuk e ke idën se çam neverie kam unë për median. Çka kam parë unë kaq pak vite. Jo juve që keni 20 e kusur, po unë për 5 vjet. Më janë dashur vetëm. Po mbase ke parë vitet më të këqija. Nuk e di. Ja ta them unë. Unë di të them që bryla, hipokrizi, intrig, kurvëri, më të frikshme se ç'kam parë në televizion, nuk kam për ta parë ndonjëherë as në Red Light District, meqense era fjala ku e kemi. As këtu s'kam për ta parë, kupton. As këtu s'kam për ta parë. Ç'a kam parë në televizionet shqiptare. Promovim të geizmit, në promovim të eskortizmit. Flasim me këto izmat se i kam qef këto. Po, sigurisht që këto janë produkti viteve të fundit, sepse të paktën në vitet 90, kur unë kam filluar punë, nuk edhe në vitet 2000, televizionet kanë qenë, le ta themi, institucione më të përgjegjshme, edhe për shkak të pronarëve që ndërtuan këto lloj mediash. Po, sot me që krijuan atë lloj perendorie, krijuan një lloj reputacioni që media shikoi si zot, edhe besoi më shumë. Po këto mbaruan në vitet 2006-2007, këto vitet arta. Për mendimin tim, njeriu më vizionar që ka pas media shqiptare është Tani Tobit. Unë nuk e kam njohur, s'kam pat fatin ta njoh. Unë po, se kam punuar aty. Por ai ka qenë Rametliu, ka qenë një djalë që nuk e di, domethënë vizionin e tij ta kishin sot. Dikur thonin në Top Channel, njerëz më të zgjuar se unë sigurisht, që e njihnin Tani nga afër, thoshin që njerëz të tillë lindin një herë në 100 vjet. Dhe kur unë kam ikur nga Top Channel, me thënë drejtën, unë e njoh Topin në ngritje, edhe në evolimin e tij më të mirë, kam ikur në vitin 2006-2007 nga Top Channel, për shkak se zjota e tij jetoi në Kosovë për një vit, dhe aty kur kam ardhur, u njoftova për vdekjen e tij, edhe për ironi të fatit i kam bërë dhe kronikën nga televizioni Klan, me shumë dhe të themi zemërthyer, sepse tani më dha mundësinë të jem kjo që jam. Edhe në ato kohë, thonë mua, më çfarë po ndodh këtë Topi? Dhe më thërë si puna ati avionit, që ka vdekur piloti edhe vazhdon inersin. Ajo nuk nuk vjen më, po t'ishte Tani sot media do t'ishte tjetër gjë. E di pse, sepse në kohën kur Tani filloi punë, askush nuk e di që Tani krijoi ca kushte maksimale për punëtorët e tij. Po. Do të thënë, mua më bleshin syzet antirefleks, që mos kishe kështu. Më bëj kostum në atelie, stilist për evente si zgjedhje, raportime që ishin standarde për çdo gazetar. Kishim një trajtim financiar të jashtëzakonshëm. Dietat tona ishin sikur shkojmë në pushime. Po. Edhe për shkak të financave që kishte Tani, dhe ne nuk na mungonte asgjë. Madje mundësisht na shifte me kostum veshur, dhe nëse shikonte një njerëz të veshur me lesh që futen në institucion, televizion, shkonte dikush dhe i thoshte, shko ndro dhe hajde. Po. Gjëra të tilla në Top Channel nuk ekzistonin. Madje Tani kishte edhe një rregull që nëse shikonte njerëz që punonin në një vend dhe ngacmoheshin me njëri tjetrin ose krijonin një marrëdhënie, i jepte fund. Fluturo. Dhe kjo vendosi një lloj standardi. Dhe në atë kohë, duke qenë se edhe nga ana teknologjike, Topi ishte on top, filluan dhe televizionet e tjera në atë kohë që ishin konkurrente me Topin, që të krijonin po dhe ata të ecnin në ritmin e Tanit, por nuk e arrinin dot sigurisht. Por filluam, nuk kishim më mikrofona me kabull. Nuk kishte më kamera në krah, ishte në statik. Nuk ishte më figurë të djegur, po kishte me projektor. Pra gjithçka ishte si një lloj ABC-je Topi, që vendosi për gjithë televizionet e tjera dhe pastaj vazhduan. U rritën rrogat. Edhe në televizionet e tjera.
Unë di një episod. Punoni njerëzit me 200.000 lekë. Di një episod nga njerëz që kanë punuar me Tanin mrena për gazetën Shqip. Që po thoshin po jo po se duhet kështu, jo po se duhet ashtu, se e bëjmë dot se bëjmë dot të gjitha. Dhe ka marr Corriere della Sera, e ka plas në tavolinë, e bën dot se kjo apo jo. Po se bëre dot se kjo X i gjë tjetër. Ti të kanë thënë këtë? Po. Po tani kishte një gjë, vinte në orën 12 natës dhe shikonte ule në pikat e montazhit dhe shikonte gjithë kronikat si ishin montuar. Dhe kur merrnin vesh ne që tani ka ikur jashtë, thoshin o bobo do na ndroj gjithë montazhin, aty do na ndroj gjithë kompjuterat dhe ajo që më ka bërë përshtypje tek ai njeri ka qenë që kur punuam dhe u futëm për herë të parë në newsroom, tha mezi po pres që të vi dita që ju të më thonin që e ka ardhur koha të ndrohen këto nga konsumimi. Vizion të tillë u bëra kaq. Kam ndruar një 7 redaksi, nuk e kam dëgjuar, madje në momentin që më shtyer një tastier e kam paguar. Kështu që po flasim për gjëra ekstrem të ndryshme. Po ky pislliku i këtyre televizioneve tani që i mbajnë njerëzit të varur me rrogat prapambetura. Domethënë unë kam një shprehje timen, është qelb që rrjedh nga lart. Jo shprehje timen të huazuar nga folklori shqiptar, punëtorit jepja legët pa ju thar djersa. Nëse do me qenë i drejtë. Po, se të kthehet në mallkim. Nëse do me qenë i drejtë. Ai shikon tjetër që po punon për ty, po paguaj. Një lider paguan tjerët pastaj ha vet. Unë këtu po nuk doli për Po nuk janë lider këta. Pritani, se janë dy gjëra ndryshme. Po flasim për lider. Po. Këta nuk janë lider. Këta janë palaço. Ç'lider po flet? Lider thot. Këta janë palaço. Po pse pranojnë gazetarët punojnë për këta palaço? Edhe me familjet harxojnë miliona në për pushime në Hawaii, edhe lënë. Ore, dashnorja e pronarit televizionit vjen me 200.000 euro makinë, është speakere. E morën vesh se çfarë kanë parë syt shoqja. E kupton? Speakere. Problemi është, jo, për veten e vet ajo është të dhjefsha Maria Di Filipin, për veten e vet, a kupton? Pastaj ka vetëm 10 fjalë kanë fjalore, a kupton? Çfarë? Ideja është këtu. Pse juve zgjidhni? Punoni nga këta. Po ka njerëz allergjime. Ka njerëz që të aftë edhe me eksperiencë, të cilët përpiqen të bëjnë 2-3 punë, siç bëj unë, për të mbijetuar. Ka njerëz që nuk kanë asnjë lloj rrugdalje tjetër, sepse nuk kanë mbështetje. Ka njerëz që vinë nga rrethat. Kanë marrë një shtëpi me qira, duan aty. Sot që flasim, tregu i medias është skandal. Shpendi. Nuk është një, po janë disa televizione të cilat nuk paguan dhe janë me nga 7, 5, 6 muaj pa dhënë rroga. Dikush është detyruar të jap të paktën njerëzve që janë aty me orë puna. Pjesa më e madhe kanë hikur, po çfarë bëjnë? Bëjnë këto ecejakat. Shkon ke tjetri, ai prapë vonon, shkon ke tjetri, ai prapë vonon, ikën nga aty, detyrohen, kush ka mundësira me njohje, hapin një gjë të vetën, punojnë nëpërmjet bëjnë operatorin dhe kamera në për dasma, në për eventa, kështu mbijetojnë. Dhe ti je i sigurt që ai që punon aty dhe pret rrogën, mbas 5 muajsh, i bën 3 punë të tjera ndërkohë. Thjesht i jep kohën ajo. Vllam ta njëne, punon në një televizion, s'po ta them emrin. Operator. Po më. Të kam parë ta te televizioni kur vije këtu. Po. I ka të vllajta. Kishte ngelur pronaret për 400.000 lekë të mia. Ka dhe të tillë. Mos 400.000 lekë harxhon naftë. Sa mbajnë na 6.000. 400.000 lekë të atij, po sa ka si ai? 6.300 e mbajnë motorin e makinës. Po janë rroga dhe minimale, Janë rroga minimale. Në Shqipëri nuk duhet të ketë rrogë në 1.000 euro, mendoj unë. Jo, rrogat e operatorëve janë 400. Në Shqipëri rroga minimale të 8.000 euro. I mirë mund të shkojë deri ke 600, 700. Tani ka televizione ku ti ke 18 vjet punë dhe ke pa atë pak që ke filluar pa 18 vjetësh më. Do tani kjo çfarë është? Është problemi juve që nuk e kërkoni apo atyre që abuzojnë me juve? Ne nuk kemi një ligj që na mbron. Po gruponi Andrea. U grupuam, morëm një iniciativë. Ka qenë një deputet i Partisë Demokratike, i cili ka një zyrë të vetën, Eduard Alimi, le të themi, se ishte një iniciativë shumë e mirë. Ide e një kolegu tim, Arsen Rustës, u ngritëm, shkum, firmosëm, bëm gjithçka, këtë gjë do të kalonte një projekt
në disa ambasada, por ne donim që sipas sepse ai kishte bërë dhe ulëmtimet e veta dhe ligji francez ishte shumë i mirë në mbrojtje të drejtave të gazetarit dhe operatorëve. Pra, çdo që punon media, se nuk është vetëm gazetari më. Është grupi xhirimi. Duhet sindikata. Ore duhet dhe shoferi që punon në televizion, a kupton? Duhet edhe pastruesi, duhet edhe sanitari. Gjithë. Sanitari më saktë. Pra, të gjithë kush punon në institucion mediatik duhet mbrojtur. Dhe ne nisëm këtë gjë. Nuk e di çfarë hasin gosht. Edhe ngelëm. Sepse ky ligj do kalonte pastaj për miratim, nuk u vonte dhe ne do kishim një pasaport. Po pse nuk e kalon? Nuk e morëm përsipër për ta bërë më, për ta çuar më shumë. Dhe ngelje. Domethënë si protesta e studentëve. Po tamam se protesta e studentëve. Po ngelëm kështu. Kur do flasim. Ngelëm gref si thonë. Gjishëm stil. Po perëndi se ishim kaq entuziasta, okay, më në fund do ja dalim. Edhe jemi ne në fundit nismëtarët, pse jo, po që në këtë vend, shoqja, dikujt nuk i intereson kjo gjë. Nëse nuk hapen sindikata. Nuk ju intereson. Shpendje. Se nuk ma hamundja që dhe Eduard Alimi, avokati zoti, të ngeci aty për aty. Sa i që e merr iniciativën e merr, hapësirat i ka, ligjin e një, mundësit me 2-3 institucione diplomatike i ka, dikush i tha jo, dhe u mbyll aty. Domethënë ti po pas kërkisha menduar që pas ka ndërhyrje edhe nga të brendshme. Nëse do më pyesësh për një gjë. Kam ndërhyrje nga lindja. Unë intuitën e kam marrë më të fortë. Të betohem që këtu ka urdhra që vinë nga lart, nga poshtë, anash, se di, po që nuk duan që ne vetë jemi aq solid. Shiko, kjo është një taktik cezariane. Kazane. Divide e impara. Ndaj edhe mëso. Për qa dhe sundo. Okay. Për qa dhe sundo. Veni viti vici. Okay. Ai thot të merr ty në punë, merr edhe një tjetër që ta vendos spiuna. Literalisht spiuna. L'administrata shtetërore dhe jo vetëm edhe në administrata private, një njeri është rroktar vetëm për të raportuar tek shefi. Ai spiuni. Si quhet e mola quhet ndryshe? Mola valixhe. Mola në dollap. Është molar. Pra, mola në dollap. Po jemi mësuar, ne jemi rritur me mola. Domethënë në çfarëdo lloje këta quhen sabotuesit. Në çfarëdo lloje ndërmarrje që mund të ketë një grup, specifik gazetarësh, pedagogësh e gjithë të merat. Do dalë dikush që do ta dekonspirojë edhe do përhapi fjalë. Marr shkas nga protesta pedagogëve. Kemi dalë vetëm 15 pedagogë në Republikën e Shqipërisë. 15 pedagogë. Vetëm ju ishte idealist. Po. Edhe që në atë moment nuk pash më dritë bardh në universitet sulme nga gjitha anët. E që kam pra. Sepse të gjithë e kishin shitur bython në shpirtim, në tendera, në projekte, e gjitha me radhë. Mirë, se ka dhe raste më të keq ku marrin kërcënime, edhe nuk dalin. Nuk marrin fare këta kërcënime se këta zhvishen vet. Nuk vjen turku me të përdhënua, vete vet vlla, zhvishet vet. Turku rri pret në haremin. Sepse e shesin për 3 rroga. Një rrogë borderon bashki këshilltare, një rrogë ministri këshilltare, pastaj merr një projekt feminist. Konca idiot liqe. Unë nuk di në një projekt feminist në Shqipëri që të kenë ndihmuar një vajzë vetëm, një vajzë. Më shumë vajza kemi ndihmuar neve me këtë podcastin, këtu duke i treguar se si duhet jetë një mashkull shqiptar, duke i dhënë model meshkujve shqiptar që juve debila që mendoni se jeni të fortë dhe mund t'i dhunoni keni vajzat prona, jeni disa bastard legjena që nuk keni as njerëz, se sa këto që marrin na 200.000 euro për rikuperime. Edhe e urrejnë njëra tjetrën. Se duhet ta urresh femrën aq shumë sa ti thuash mos më thuaj femër. Më thon femra nëse të huajsohet në konceptin e femrës. Po biles është mizogjeni që unë të them femër dhe jo grua sot. Ose para 5 nëntorit ishte shumë, se pas 5 nëntorit ndryshoi diçka, po. Mint transgender gjithë me. Se mund të ishte edhe. Domethënë 15 pedagogu është elita
në thelb, në koncept shtetëror, pra, pedagogu stërvit edhe kryeministrin, pedagogu stërvit edhe generalin e ushtrisë, pedagogu stërvit edhe gazetari më të mirë Shqipërisë. Pra, pedagogu është ai që i brumos njerëzit. Mëson edhe si të flas një kryeminist. Pikërisht, pra. Atë kur janë të konspiruar pedagogët, janë bërë mjete propagande të një partie X apo të Y-it, të dyja krave, tu ka marrë fund çado lloj gjëje. Po pra se dalim aty ku e nisëm neve me këtë gjë thotë. Ka një arsye që i bën. Qa është mjerimi? Që di? Mungesa? Nuk e di. S'kan tru? S'kan bot? Jo, s'kan shpirt? S'kan mendim? Më beso shpenin. Në qoftë se s'do kishin tru, do ishin shejtan budallenj. Po ka edhe kështu. Ka budallenj shejtan. Po. Shejtan budallenj. Po ka sa dush. Po ka edhe njerëz shumë të inteligjent. Sepse do një inteligjencë shumë të madhe që ti të bësh një lloj intrige aq të rëndë sa tjetri ta marrë vesh pasi të ketë marrë 3 goditje nga ty. Do inteligjenca e keqja. Problemi është që ne na janë bërë gjithë shejtanë. Problemi është çfarë do bëjmë ne shoqja. Po ne s'do bëjmë që ne Andertal jemi. Do mbijetojmë. Ke hequr shpresat e tia? Unë kam vite më. Po s'm dëgjon njëri. E ke hequr shpresat e tia? Po, bile, kam qenë një studio një herë dhe në makinë që na shoqëronte ishte edhe Adriatik. Kush? Lapaj. Lapaj, po. Lapaj. Se unë i them Lapaj. Lapaj do të vrasi, po. Jo, se e njoh shumë, po. Edhe gjithmonë ja them edhe e ngacmoj. Mo, edhe ti. Jo, e ngacmoj. Edhe ti mo. Edhe më thot mua, duke diskutuar kështu them unë, ky vend ka marr fund. Thot mua, Andona, ti nuk mendon që ky vend do ndryshojë? Ishte në perspektivat e para, atëherë në hapat e para dhe nuk e kishte deklaruar që aspiron të bëjë politikan. Është dëgjoj, unë nuk besoj dhe patëm një debat në makinë, duke udhëtuar. Dhe një moment ka i shumë e fika. Nuk e di, edhe më erdhi kështu si natyrshëm, se ndonjëherë kur tjetër të ngacmon aty ku të dhëmb, ti përpiqesh të jesh aq koncentruar në mendim, saqë ai u bind për atë gjë që i thash. Edhe kur iku nuk foli fare. Ishte fikur fare. Edhe i thash dëgjoj. Mos e merr seriozisht të që thash se ky është mendimi im në fund të fundit. Domethënë ti pas ke qenë kurorzuesja e unë a thua i kam dhënë Shqipëria bëhet. A kupton se bëhet, ke nxiti bëhet. Po mbase. Bëhet. E shikon tani po mendoj që më thua ti. Se mund të jetë ajo. Kush është politikani më i preferuar i jot ndër vite? Mos më thoj Fatos Nano. No. Sali Berisha? No. Jo. Doktori? Doktorin e vlerësoj për shumë gjëra, me thënë drejtë. Është për të vlerësuar për shumë gjëra. Të betohem. Për shumë gjëra. Edhe kam patur edhe 2-3 komunikime me të. Dikur vendosi një status për diçka që unë deklarova në fushën e gazetarisë. Dhe nuk është e kollaj që të krijoj Partisë Demokratike të vendoste status me emër, me mbiemër, të jepte ty besueshmërinë. Dhe në atë kohë mbaj mend shpend që pata një goditje pas. Vetëm për të më dënuar ose për të më ulur integritetin tim. Welcome to the club. Yes. Welcome to the club. Aty kalova një siklet tjetër, me një tjetër. Me një thashëtim tjetër. Po, më shkruajti dikush në një numër sikur ishte dikush që punonte në prokuroritë përgjithshme. Dhe unë vetëm gjatë bisedës e kuptova që kishte diçka që nuk shkonte. Dhe kur e futa numrin në Truecaller, shikoj që ishte një gazetar që sot bën dhe na jep dhe mend. Nuk është gazetar, po e shet veten se gazetar. Nëse. Edhe është ai që po mendoj unë. Një kështu, edhe po ta shohësh edhe pamje se është normal. E kapa. Edhe ky tipi tani e merr këtë komunikimin tim, më bënte mua shantazh, unë i thash do denoncoj. Nuk e denoncova, e lash një 3-4 muaj dhe mbas 3-4 muaj bën një shkrim në një media portal opozitar, në pozit, ku unë dalë si një gazetare e përdorur nga një prokuror. E përdorur si gazetare në interesat e prokurorit, jo në kontekstin pejorativ. Dhe unë tani ngele, me them, marr pronarin e medias ku ishte bërë shkrimi, dhe i them, dëgjoj, këto që kanë nxjerrë janë të pavërteta. Edhe dikush ishte përgjigja. Shiko, bën mirë ta qepësh ato gojën se mund të nxjerrim dhe gjëra të tjera për ty. Tash dëgjoj, gjëra të tjera
Mendova, më fali, thash se mendova se po flisa me një gazetar, me një koleg, po. Edhe e lash aty. E lash aty sepse kuptova që kisha hyrë në kanale që nuk i njoh. Disha mendoj vetëm një gjë, që pse mori rrjedh kështu lufta e dytë botërore. Për këtyre. Po. Po pra, për njerëzimit. Domethënë nuk ka burra cakëri më të madhe se sa një burr të merret me një grua, Jo, ta nuk është burrë kërcënojë edhe ta Para shantazhojë. s'është burrë njerëz, është ka probleme kështu me gjini, por edhe më e bukur është që vazhdon edhe del edhe flet, më flet sikur s'ka ndodhur asgjë. Më thënë, kjo është hipokrizia, nuk e di. Edhe ai ishte një rast tipik. Pastaj me zotin Rama unë nuk është se njihem, kam bërë vetëm një herë një intervistë me të, ditën kur Kosova shpalli pavarësinë, u detyrova nga redaksia e lajmeve të shkoj në Bashkinë e Tiranës, ishte kryetari i bashkisë në atë kohë. Ishte i gëzuar. Jo, ishte me nerva, më duk. Ai ishte gjithmonë me nerva. Edhe kishte në tavolinë kështu si ty isha, e pozicionuar, edhe kishte një kështu me vetëm me lapsa me ngjyra dhe një vetëm Ti më krahasove me Obernots Führerin? Jo. Të rrit çik drejtë. Patjetër, Të të ndihesh krenar. krenar. Edhe kaq që të më bëri përshtypje pastaj sepse sa ul në tavolinë dhe kur u ndes kamera ndryshoi çere. Bëri sikur ishte njëri tjetër i dashur, kështu muhabet që I dashur Ober, ja? Po. Po që okay, është karakter. Është ai që është. Nuk është se kam simpati për Jo, do më zgënjeje shumë po të kishe simpati për ata. Jo, besoj se natyrën time Ah, deri diku e pet, do të thotë që nuk hyn tek jo tek shihet e mia. preferencat, po. No. Tjetër politikan që unë simpatizoj, që e vlerësoj, të betohem nuk më vjen në mendje. Domethënë praktikisht nuk ka asnjë, nuk është Mbas edhe për faktin që unë nuk është se kam mbuluar politikën, po. Unë me politikën kam vetëm një takim. Në kohën kur u hap Spaku. Në Spak. Po. Çfarë është Spaku për ty o ti? Se unë për shembull, ty tek ato lloj njerëzish që mendoj se Spaku është thjesht show, për mendimin tim. Tani, Pse do thuash si show? A kam unë besim te Altin Dumani? Jo, unë kam besim vetëm te Zoti. Altin Dumani është i vdekshëm si gjithë njerëzit e tjerë, han lekun si gjithë njerëzit e tjerë. Më dëgjoj. Beso shpendi për perceptimin Okay, tim. dakord jam, po Për perceptimin tim. E di pse ke gabim shpendi, ma thuash mua se po flet me mua. Po. Domethënë, unë jam vajza që jam rritur në institucion e prokurorisë. Po. Kam kaluar shumë prokuror, shumë krye prokuror, shumë OPG, shumë njerëz që kanë dënuar me vdekje, që kanë kërkuar me vdekje. Po. Nuk është ky niveli i prokurorisë për cilën ti thua që unë besoj te Zoti. Sigurisht që Zoti besojmë gjithë. Unë bile ka raste që as besoj. Sa aq keq ndihem, se them po të ketë zonë do kishte vënë në do të bindun për të. Do të kishte marrë në një me vete. Pjesa do të bindun për të. Po pra, po nuk merrte të mirët, po merrte këta. Rëndomtit. Fal që po të ndërpres, magazo një gjysh, unë vdes të rri me gjysha. Mësoj shumë nga më të mëdhenj, sidomos ajo lloj moshe. Edhe unë se kam. Duke bërë të njëjtën pyetje. Ky merr Allah Zoti. Në fazë ekzistencialiste edhe unë. Pse merr këtë edhe merr atë. Nipshem tha mua. Mos ishte ai si shimne? Natyra, jo, natyra tha, Zoti e ka krijuar perfeksionin tha. Vetëm një gjë ka lënë tha. Jo perfekte. E lë atë dashin atij edhe aty për dritën brind edhe godet e shelegu. Okay. Edhe për këtë ka një arsye, kështu që më beso Lalën që ka një arsye të ndodhet ajo. Ka. Por, nëse duke qenë unë besoj që ne jemi një pikë në Zoti nuk është as i mirë as i keq, është i drejtë. Okej, por besoj që njerëzit janë ne jemi si ajo pika në univers që sa më shumë hapemi, aq më shumë hapet universi ndaj nesh. Po. Dhe kur nuk dim shumë. Gjithmonë jemi në përçapje për ditur. Më pyete për prokurorët. Po të them që pjesa më të mirë të prokurorëve që sot janë në Spak unë njoh. Po. Domethënë jam ulur me ta, kemi pirë kafe, sepse ka qenë tjetër kohë ku ne punonim me prokurorët. Po. Edhe ata kanë qenë më të mirë.
Po. Sot janë më të friksuar, më dëgjon mua. E Nuk di janë që më të fshinj, janë më të friksuar. Më të friksuar sepse janë përgjim. Sepse janë më të friksuar dhe janë të frustruar ndonjëherë, se kanë pranuar kushte. Dhe janë kushte që jo çdo njeri normal i pranon. Tani ne kemi një Big Brother, i fusim brenda, i nxjerrin pas 3 muajsh dhe si janë normal. Po. Tani po flasim për ca njerëz që kontrollohen nga mëngjesi deri në darkë. Ata familja çka kanë pas, që futen aty, që ju kërkohet dhe ka një presion të jashtëzakonshëm, dhe ne duam që të jenë normal? Jo, nuk janë normal. Pavarësisht se ka një status që duhet jenë absolut. Unë besoj që në SPAK, e besoj dhe them me bindje këtë gjë, që në SPAK ka njerëz shumë profesionistë. Ka prokuror shumë të denj, ka prokuror shumë të mirë. Ka edhe nga ata që bëjnë pazare. Absolutisht. Ka edhe nga ata që punojnë për interesa politike, që janë të blerë. E di që Altin Dumani tani është bërë njeriu më jemetuar, por Jo, Altin Dumani ka vetëm një problem. Ka rënë në duart e gabuara të marketingut. Jo, unë do të thësh Ai nuk është njëri që duhet të flasë në publik. Ai nuk din me fol publikisht. Nuk di të flasë. Është zero Altini nuk në di të komunikim flasë. publik. Altini Pra nuk me di të dal flasë. Lorenz Vangeli, me bë suflerin e Altin Dumanit, merr gjithë peshën negative si personazh Lorenzi. A thua e ka zgjedhur Altini? E ka marrë kymë se s'ka pse ta zgjedhi ai është thjesht veja atje se do fam, do dukje. E kuptoj. Domethënë i dha njeriu vitit. E di. Altini shkret mund të E di ketë se kam vajtur. qenë, un kam qenë në atë ceremoni dhe unë nuk mora asnjë lloj çmimi dhe di çfarë thash, ore këta duhet mpritet koka mua që të marr një çmim se. Pikërisht pra. Pra, është dhënë Altini nuk E e di di. fare se për çfarë është dhënë atje. Un kam qenë atë mbrëmje. Unë njoh edhe pak se kam humbur lumtuar për preardhjen nga Vjen, nga Dibra e gjitha dhe çfarë njeriu është Altini. Altini është njeri që është I prerë. është i prerë te Zoti. Ai me të vërtet mund të jetë njeriu që nuk ka marrë një 2000 lekë në jetën e vet. Për këtë ta them me bindje, një 2000 lekë se ai është i Për prerë. këtë po të them. Po si Por- kundër ka edhe shumë të tjerë aty që janë. Ai ka një problem shumë madh. E ka kundërshtar mrena institucionit vet që punojnë kundër ti Ai e di këtë gjë. dhe ka dhe politikën që e do të vdekur, e do të pjekur. Po. Po e di ai këtë gjë. Por ka dhe diçka, nuk po merr njerëzit më adekuat. Pra, të dali dhe të vit marrë, o vlla, kush ma ngre mua fytyrën këtu, se jemi në luftë. Po se nuk e kupton. Giovanni Falcone. Nuk e kupton në këtë fazë. Ai ka një këshilltar shumë të mirë afër. Mediatik. Po që e ka aty. Valla ai që don. Po ore që don sa duash, ai nuk është perfekt. Po unë do të them vetëm një histori që këtë ma tregoi një nga ish drejtorët e përgjithshëm të policisë, i cili është i vetmi që ka gradën general. Ishte pedagog në shkollën e policisë dhe i takoi një ditë Bilbil Mema. Bilbil Mema, po. E takoi një ditë në rrugë dhe më thot, Anduhen thot. Vetëm ai e ka general? Po, vetëm ai e ka. Po Shemsiu është drejtuesi i lartë, po, është drejtuesi i lartë. Asnjë nuk e ka, përveç atij. Edhe më thot, "Ma çfarë po ndodh?" thot në drejtësinë. Them, "Unë nuk e di çfarë po ndodh." Imagjino edhe. Thashun, "Ti ç'a jep leksione vëlla policëve se unë është tjetër gjë çfarë shoh dhe raportoj." Edhe më tregon një histori reale me Altin Dumanin në Tropoj. Altin Dumani sa ishte emëruar prokuror i Tropojës, ndërkohë ishte lëshuar një urdhër arresti për Azgan Haklajn, pra kërkohet arrestimi Azgan Haklajt për disa ngjarje që kishin ndodhur në Tropoj dhe nuk e firmoste askush. Erdhi Altin Dumani tha, edhe më tha, kërkohet arrestimi i këtij, them. Dhe i më thot, "Mi sjell letrat i shoh?" I pa letrat dhe direkt firmosi arrestimin e Azgan Haklajt. Kush guxonte tha të arrestonte Azgan Haklajn atkohë në Tropoj dhe ishte domethënë e pamundur, e pa imagjinueshme, le të themi, se e pamundur është tjetër gjë. Dhe ky firmos dhe aty tha i kam rënë shpatën, ti do bësh diçka në jetë. Dhe sot që e shikoj tha, më kujtohet kthehem kaq vite pas në ato kohë dhe them që ky njeri është i prerë. Dhe ai është i prerë. Dhe unë Altinin e njoh në të gjitha curinë e karrierës tij, së tij, sepse ne kemi bashkëpunuar me prokurorët. Shkonim, merrnim informacione, i takonim, hynim në përzyra, pyesnim për çështje konkrete, merrnim informacion. Altini ka qenë një tjetër nivel i prokurorit. Nuk pranonte të komunikonte me media, nuk më jepte kurrë informacion, jo mua, po asnjë nga kolegët tanë, se në gazetë ka qenë tjetër gjë. Domethënë duhej më shumë informacion se me çfarë do ta bëje shkrimin. Duhej diçka më e ngjeshme. Ai nuk e kishte këtë gjë. Nuk komunikonte, ishte shumë i tërhequr, ishte shumë
ishte timido, mbas edhe për shkak të kësaj natyrës që ka. Që është introvert, është pak për e sigurt. Maj sa kuptojnë nga psikoanaliza. Por unë kam kuptuar dhe në një 2 takime që kam pas në fillim të marrjes së detyrës time në zyrën e tij, kam kuptuar që ai e ka ndarë trurin. Shko, unë e kuptoj. I dëgjoj politikën që thot ky është i këtit, dhe kur dal shpesh në analizat që bëjmë për ngjarje të caktuara, them, ore, ky nuk është i askujt. Shko, ta thash edhe një herë, Altini ka bu një gaf mediatike. Që është? Është arritje shumë e madhe e spagut që çdo më thënë si quhet pretenca jona e prokurorisë nuk është kundërshtuar nga... Nuk është faja e Altinit. Një sekond, të lutem. Nuk është faja e Altinit, është faja e tij që ka përgatitur materialin e Altinit. E para. E dyta, del tash në një studio të Alba Alishani, isha unë dhe Lorenzi. Ne Milva Kondomin edhe me profesorin Krasniqi Afrimin. Po. Edhe del sufleri. Se ky sufleri. Lorenzi. Ai ka dashur të thoje. Kush e tima që më thua ai ka dashur të thoje? Çaj di sufler. Zodansi, çaj jeti olla. Ti je cop analisti, ke ngelur aty për 1000 arsye në për studion në për gjona. Për arsye okulte. Okej, bënde interpretim të fjalës. Bënde interpretim, ka dashur të thoj kështu. Ora është zeza mbi të bardh, o ti, Gesù Bambino. Po ashtu është orientuar. E ka thonë ashtu. Është orientuar. Tash ky zotëria, a e di që jeta nuk e ka sigurt këtu, Altin Domani? E di. Familja e tij nuk është këtu. Unë jam prekur të betohem, ta thash, kam miq që kanë të bëjnë me to, në gjak. Po. Edhe i du fort, jam miq jeta. Që kanë lidhje farefisnore shumë të ngushta. Edhe më ka ardhur keq kur tha, sa do doja kur erdha për tutet televizionit, tha. Pashta ata njeriu nda që po shkonte në punë, ai tjetri traste me vete për mbuka security. Ilirian Guarded. E pashta ata, po unë do ecim ndonjëherë kështu, po e than në subkoshient, më thënë, e shpreho, po tha një mjerim të vetëm personale. Po, që e mundon. Që ka 18 bodyguard, ka 8.000 euro rrogën, është njeriu më i ruajtur në Shqipëri për momentin. Edhe prapa ai nuk është i lumtur, nuk është i plotësuar, thotë, dalë vëlla, më mirë të jetë shpendi që të pagan shkon aty te Rosini poshtë të pi një kafe me anduenën edhe me bulte. Ose pi dolla. Mirë. Këtë probleme ka dhe kryeministri. Kush është kryeministri? Obernoc Fyreri? Kush ka? Po, e ka. Neve dy temit krenar. Ti nuk mendon që kryeministri nuk e ka dëshirën të ulet ha një drek me shok normal? Në radhë parë duhet të kesh shok që të hash një drek e dashur. Po mirë, ai ka njerëz që të hash një drek me shoku, duhet të kesh shok, ai nuk ka shok. Ai ka interesagji. Ai ka vetëm xhuxha. Jo. Ka xhuxha. Ai ka xhuxha Clever. Ai na shikon neve si xhuxha Clever, si elf. Ne jemi në përdorim të nocit. Po nëse jo me ne. Të gjithë pa përjashtim. Ne jemi Republika Elfëve. Se tani po e mendoj sa të vegjël janë, domethënë. Elfët e Ramsesit. Okej. Faraoni me neva. Po pak tani me të lezetshëm. Po ç'a ti bëjmë ti? Hongshim litëse tek kputucës për makarona omret që na ashtu nocin. Shpendesa, mund të dukemi patetik kur e them, po çdo popull meriton atë që ka lart. E kanë thënë grekët, ku i kemi? Una faca, una raca. Shikoj. Që neve nuk jemi, që neve jemi popull, po. Popull ka ku do në botë. Po ne jemi dela. Po ne nuk jemi kombë. Si jemi? Ne nuk dim të jemi kombë. Po. Ne, kam përshtypjen që nuk kemi më nerv. Jo, nuk kam nerv, shikoj, ne nerv kemi. Na kanë vrarë. Guxoti masi vendin e parkimit më të makinës dhe shikoni kam nerv apo s'kam nerv. Unë s'kam nerv. Por po të më përdhunojnë sistematikisht ditë për ditë, 24/7. Refuzoj të dëgjoj. Me një copë rroge, me vonesa. Përpiqem bëj 7 punë të tjera dhe nuk harxoj frym. Atëherë unë bie totalisht dakord me sentencën e avokatit nderuar Spartak Ngjela. Po, gjatë përdhunimit, gjatë aktit të përdhunimit, viktima vjen një pikë që ndjen kënaqësi. Po. Dhe unë jam i bindur për këtë. Populli shqiptar nga ky përdhunim gati 85 vjeçar. Gajaset. Ka filluar ta dashurojë përdhunuesin. Po të dalë njëri thojore jemi bashkë, ky është
antikrishtit, thot, kjo po na gënjen. Më ka vite ke më vetë. Dhe duam Ramën. Po. Dhe shokët e Ramës. Po më e duam, qeshim. Domethënë, Shkrihemi batuta. në 12 vjet janë vjedhur 10 miliard dollar. Një buxhet. Në 12 vjet. Një buxhet shtetëror i Shqipërisë. Kjo është shifër e saktë? 10 miliard jam konsultuar me ekonomist. Okej. Një ndër ta është Irena Beqiraj. To janë vjedhur. Po. Nga pushteti. Jo i vjedhur, i mungojnë buxhetit. I mungojnë buxhetit. I mungojnë buxhetit. Mirë, okay. Ne nuk themi që janë vjedhur, se në Shqipëri nuk vitet. Po pra. Por mos abuzoj me terma tani. Po mos abuzoj me terma. Po. Por i mungojnë buxhetit. Tani sa të lutem se ti e marr me kronikën, sa i mungojnë nga 97-a buxhet shqiptarëve? Sa i mungon nga 97-a çfarë? Buxhet shqiptarëve, sa lekë janë vjedhur në total atëherë? Me firmat tu atje? Po. Ku numërohen më? Po sa? Kanë kapur një shifër për afërsisht. Po nuk ka shifër më. Ku ka shifër më? Po nuk numërohen më. Sa kompani ishin? Piramidale. Po ishin mbi 12 më. Po. Po gjithë lekët, gjithë kushtimet aty. Pastaj kishte edhe nga ata që ishin vendazën fare. I kanë kapur për shembull shifrën e 5 miliard dollarëve? Jo, më shumë. Më shumë. Po. Tani ka ndodhur një 97 që për mua është revolucioni i fundit komunist. Është pak për e sigurt, a kupton? Për me zhduk 97 nuk dogjen gjithë dosjet, 97 nuk dogjen gjithë to sigurimsat e vjetër, më thet tash. U zhdukën ca njerëz. U zhdukën ca njerëz, u zhdukën pengje, u zhdukën letra, më thet tash. Kjo i konvenon atyre që kishin qenë sistem para 90-s, a kupton? Po, u ndryshuan arkiva, ka shumë gjëra që janë bërë. Domethënë ka një lloj fluske që do ta marrin vesh kur t'jem unë 80 vjeç. Po u hap ndonjëherë. Që po u hapën doset ndonjëherë. Ato doset që kanë ngelës. Në 12 vjet. Janë vjedhur po aq lek nga një qeveri që është e votuar nga shqiptarët. Po ka shumë pas kemi pas ne më bërë. Ne kemi sa për të mbajtur dhe Amerikën. Ja, nuk ka mundësi. Jemi i parësur apo i varfër tani se? Ne jemi të grabitur. Po kemi lek. Kemi pa fund. Po, mirë. Ke parë në një djalë të ri ose vajzë të re ose në njëri pa telefon iPhone 17, Samsung se 25. As makina të tilla. Makina. Po, nuk i shikoj në rrugët e, ku diun, në rrugët e Italisë. Rrugët janë gjithmonë bllokuara me trafik. Po lëre atë pastaj. Janë kështu, vetëm blejnë. Qendra tregtare janë vetëm konsum, gjitha. Tu s'ka varfëri, si po fundjava. Tumbas jugu. Nuk e di. Përpiqem kuptoj sepse kam miq edhe familjar që shkojnë dhe kalojnë fundjavat jashtë Tiranës dhe kalojnë në hotele ku të paktën kalojnë gati shifra 500-600 nada. Po. Edhe nuk e di si ja dalen. Mua kur më pyesen do vesh në fundjavë them, "More prit një herë ku do rim." Normale. Ku do am, ku do pim? Se buk me vete. Po me buk me vete nuk do shkoj. Jo, nuk shkoj fare. Nuk shkoj. Më mirë pres një bilet 25 euro. Edhe bukën me vete atje. Kështu që këto janë zgjedhje pastaj. Zgjedhja janë gjitha shpendit. Çka ke kundër bukës me vete për shkakun? Ha? Çka ke kundër bukës me vete? Asgjë më. Ku ka që më të bukur se sa vesh sezon? Me vete e marr nga ato gjonat. Jo, më e marr. Çik speca, çik gjon. Unë jam mësuar, më unë jam rritur. S'ka lita. Ti thon tash, "Ua, buk me vete." Buk me vete. Jo, tani. Do pim prosecco. Haviar. Hajvar. Sa ton hajvar. Hajvar është ajo salca me speca me gjone që bëhet në Maqedonia. Po, hajvar. Hajvari? Po ha çik hajvar. Po ne kemi hajvar. Edhe haviar. Cili është projekcioni jot për Shqipërinë 2030? Nuk kam vizion fare për këtë vend. Na nxive. Të betojmë. Që nga njëri që e shef më zizë sa unë, të gjithë shumë kanë thënë, po kam ja 7 vjet që e them këtë gjë edhe. Të gjithë që më pyesin, thonë, pse nxin kaq shumë? Po nuk e nxim, unë jam realiste. Kam parë shumë gjëra, edhe aty ku jepet drejtësi, ku thua ti, ku është pushteti i tretë, si bie? Jo, po pushteti i tretë është, po. Pushteti i katërt jemi ne. Pushteti i katërt është media, pushteti i tretë është gjysore. Po ne jemi shtati fare, po. Po si jeni pushtet fare. Pronarët janë. Pronarët e televizionit janë pushtet. Edhe në pushtetin e tretë, edhe në pushtetin e parë, edhe në pushtetin e dytë, i kam parë ç'a bëhet. I shoh në shtëpi si jetojnë. E shikoj ç'a familje kanë. Shikoj ç'a fëmijë ngrisin. Tani ç'a të them, ku mund të kem unë tani?
E shikoj familjen time si mbi jeton, dhe si më rrit, dhe si më mban, më orienton edhe më në momentin që më shikon në momentet vështira përpiqet më riafër, dhe shikoj si trajtohen të tjerë njerëz në këtë realitet dhe që nuk kanë lidhje fare me realitetin. Dhe shikoj një dikush projekcion sepse ka të ardhura që as vetë nuk e di nga i vinë. Ka dhe njerëz që nuk kanë ëndra, ka njerëz që s'kan motive, ka njerëz që janë si robot dhe jetojnë dhe marrin frym kot në këtë vend. Ka njerëz që gjykojnë ty dhe nuk kanë bërë një ditë punë. Po. Edhe mbi të gjitha shikoj dhe një lloj brezi qoftë edhe në raport me profesionin, që është ku e ku. Që s'di ku është. Nuk mund të fillosh karrierën duke qenë pal me krimin. Ti raporton për krimin. Ajo është më zgjuar se sonde se ti. Në këtë ditë, po, ti ke të drejtë me konkluzionin, po edhe po të ktheheshin vite mbrapa, unë s'do ta bëja prapë. Është formimi. Po flasim për njeriu e ri, Andertalin. Jo, nuk është formimi më shumë se sa është ajo pjesa e inteligjencës që ti di që kur s'kan përqendruar. Nuk besoj që lekë dhe të marrësh gjithë. Nuk vetëm që është inteligjencë, sepse nuk mund të jesh inteligjente duke shkuar tek gjëja rrezikshme. Jo, shikoj, inteligjenca kategorizohet në inteligjent në raport me veten, inteligjent në raport me sistemin aktual, inteligjencë në raport me të ardhmen që e vizionar, inteligjencë në raport me të shkuarën që ti mund ta fshesh, të shkuarën tënde, kupton? Varet se ku e kanalizon ti inteligjencën. Pra Ramës mund të thuash që është i keq, po nuk mund të thuash kurse që nuk është inteligjent. Jo, se themi. Kupton shpenin? Jo, atë se e që Cezarit i japim atë që meriton. Ai është super inteligjent, por inteligjenca e tij është debolike, sepse ai ka një perversion të frikshëm në raport me njerëzit. Ai e urren veten si soi urren të tjerët. Sepse nuk mund të ketë ajo lloj sjellje me njerëzit, në mënyrën se si është shefa e njerëzit, i xhuxha, si elf, duhet ta urrësh shumë veten. Mos është i gjatë, më dhe duket sikur shef si elf. Hë? Ka të bëjë me gjatësinë? Zero. Jo. Thjesht është kompleks inferioritetit, pra brenda liderit ton shpirtëror, Obernotsführerit ton, është një djalë i frustruar që në vegjëli. Është inner child. Kështu e kam konceptuar unë, sepse unë e studioj shumë armikun. Sepse realisht ai është armik për mua. Domethënë ai është njeriu më antikombëtar që ka pas Shqipëria. Jo se këta të tjerët janë bimë të mira, se pjellë e partisë punës janë gjithë. Po problemi është që ky ka ngritur sistemi që ngriti Berisha për pushtetin e vet, e perfeksionoi në mënyrë të frikshme, e ngriti. Më thënë, njëjtën doktrin, po që e perfeksionoi rreth vetes. Berisha e ka që i ka të tisin e burrshtetasit. E di se ku do ta bëj çik limitin. Ky s'ka limit fare valla. Domethënë të dalë një kryeminist thoj ti se kupton ta kam thënë që i vogël që unë do iki nga pushteti kur duan. Kjo nuk ndodh në demokraci. Jo, kjo s'ndodh, në asnjë vend po. Nuk ndodh në demokraci, jo, mund dali Aladini i Zanzibarit, diktatori te filmi. Okej. Ai mund ta thojë që shikoj se unë do iki. Thot publikisht. Edhe ai nuk e thot publikisht, se thot ta morrat këtu do na revoltojnë kush i mbyt tash, se burgjet kanë shpenzime, duhet torturuar gjithë, duhet gjetur torturues të rinj. Do të kanë ikur. Na kanë ikur gardianë. Gjetën na kanë ikur gardianë. Kemi vrarë gardianën, grupe armiqësore. Por ideja është që inteligjenca është do mbush barkun. Ai provide. Po kështu është inteligjenca. She can provide. Jo, inteligjenca është. Po jo, ma. Jo, deri në momentin që mund thot to profeti i pa vlla se nuk e lekë, dhe ai tjetri që ka shtëpi bare në Angli është më i zgjuar se aty. Kur mua më vjen nga këto lloj. Kushte nevoja më. Kalojmë te nevoja pra. Pra, këtë ka bërë, këtë kanë bërë qeveritë me këtë punë. Shqipëria 2025. Që kanë vënë gjithmonë në kushte nevoje njerëzit. Shqipëria 2025 është vend nevoje. Po. Pra, ka qenë edhe është. Në një vend nevoje, nevojqarët janë ata të cilët janë më inteligjentët. Sepse ata nuk e refuzojnë, nuk janë aq idiotë si puna ime dhe joja, që nuk e refuzojnë sistemin. Dakord me ty bie, sepse kudo ku shkojmë ne lëm nam për mirë dhe për keq. Pra tregojnë që shqiptarët në shkollat më të mira jashtë arrin të jenë absolut me mësime, edhe për shkak të kësaj nevoje që e ka vënë në kushte të tilla të pabarabarta individin, por le të themi që edhe në kushtet ku jetojmë,
edhe unë jam i zgjuar, edhe ai i keq është i zgjuar, po kemi ca diferenca shumë të mëdha, në pamje, në figurë dhe në zë, po që prapë jetojmë në të njëjtin vend. Edhe diferenca është që unë nga ai kam një tjetër optik. Dhe unë them që ky vend nuk bëhet, sepse unë shoh edhe më larg, kurse ai shef deri këtu. Ka njerëz që kanë një pushtet, edhe duket vetë sikur kanë gjithçka. Je friksuar disi mama? Për djalin po shumë. Shumë, edhe në bisedat e mia me babain e Aleksejt jemi të dy të shqetësuar për të ardhmen e tij. Mendojmë ku të kemi një shkollë sa më shumë kërkesë, se shikojmë që edhe shkollat nuk kanë kërkesën e duhur. Ne kemi Aleksejn në një shkollë private, po shikojmë që edhe kur punojmë me të detyrat nuk kërkohen në klasë, çka tregon që edhe shkolla private kërkon vetëm të ketë namin e mirë. Ka klient, nuk ka student. Bravo. Dhe nuk ka interes të nxjerrë nxënës absolut, sepse kështu rrit prestigjin, por mendojmë si që të kemi një shkollë të mirë, të investojmë në një uritë e tij dhe të japim një drejtim, sepse vitet ikin dhe fëmia rritet shumë shpejt, edhe të japim një drejtim të paktën mundësinë financiare që ai të studiojë diku jashtë edhe të ketë një të ardhme më të mirë. Sa vjeç është djali? Aleksej në qershor bën 13 vjeç. 13, mashallah. Ta kesh me jetë gjatë. Po. A ke menduar që ta largosh jashtë vendit? E kemi menduar, por në një fazë duhet ta kaloj adoleshencën këtu. Dgjoj, nuk është e thënë. Domethënë në momentin që kemi një rast të mirë, që mund ta heqim nga ky vend, do ta bëja pa pikë hezitimi. E ka menduar që kur ka ardhur në jetë Aleksej këtë që këtu e 12 vjet para. Sepse e di çka kam bindje e shpend se them, un kam 27 vite që investoj në emër, ku jam? Po si do t'ja dal djali im që fillon nga zero? Se mirë unë e filloj nga njëshi. Po a do ketë mundësira të tilla me këtë realitet sot? Që ti je i sigurt që në jashtë, në momentin që unë çoj një CV dhe shikon CV-n tim e thot moj ti duhet vish për research në fakultet. Kurse kur unë shkoj për të kërkuar një vend pune në një institucion shtetëror apo privat, gjëja e parë është që shikojmë nga koka ke këmbët. Ose kërkohen të tjera kushte që ti të punosh në atë vend pune. Askush nuk thot, ma jep pak CV-n moj, vajzë të shohim. Çfarë diferencash ke ti? Gjërat e tilla nuk ekzistojnë. Ka provuar me sponsorat. Duhet të kesh njohje që të marrë sponsora. Në një vend bastard ku vlerat edhe ajo çfarë ti ke kaluar që është databazi jot janë zero me xhufk. Po kjo vjen në një shoqëri ignorante. Se kush është me mend në kokë thotë, këtu unë kam universitet. Ta shfrytëzoj. Bie dakord për pagesën, tregu është ky që është, çmimet janë referenca, nuk është nevoja ta vendos unë. As ti. Po që sa është më tepër në një brez si puna ime që unë kam punuar dhe pa para. Se kjo më ka bërë mua. Nuk duket çuditse, mu brez pak më i ri se sa ty edhe unë pa para. Edhe ti pa para ke punuar. Po është botë kjo. Stazhin e punës do ta bësh pa para. Po ti ke goca që të vinë sa vjen punë thotë se kam rrogun më. Po. Tani unë nuk e di, tash që kur ta thot atë ti thua po mirë. Kam pyetur një mikeshën time, tash më duhen ca goca për prerje për gjona. Profe duan ti ca shroga, po dalë më motor të shoh një. Po ta shofa e bëjnë as e bëjnë, pastaj të vendosun. Jo, nuk ka më raporte të tilla. Nuk kam raporte të tilla. Prandaj them që ky vjen sa vjen edhe bastardohet më shumë, domethënë gjërat shkojnë edhe për tek saj. Nuk ka më. Janë shumë të paktë ata njerëz që kur të shikojnë ty thonë andona shoqër që je o got. Ose ekzistojnë akoma njerëz kështu? Sot janë, nuk e di, unë nuk jam fik fare, domethënë nuk kam asnjë lloj pritshmërie. Nuk kam pritshmëri, është fjalë e dur. Si e shikon në raportin e urrëties së femrës kundër femrës? Ma shpjegoj çik këtë. Vetëm një vajzë mund të më shpjegojë. Po mirë, si e shikoj në raport këtë raport? Urrëtia e femrës kundër femrës, ma shpjegon pak. E shoh
E para, një femër që urren një femër, ajo që e ndjen këtë lloj, le ta themi virtyti, duhet të ketë kaluar një marrëdhënie shumë të vështirë me një partner. Mund të jetë një femër që rritet pa dashuri, edhe që është pa horizont, edhe pa eksperiencë, pa përvojë, pa rënë në tokë, pa kaluar vështirësi, pa shijuar gjëra të bukura dhe momente të bukura, pa disfata. Vetëm një femër e tillë mund të urrejë. Ti e njeh konceptin e urrejtjes si urrejtje? Ke urryer ndonjëherë? Shumë pak. Edhe nëse kam urryer për dashuri. Domethënë ke urryer se ke dashur. Edhe që besoj që ecim bashkë, dashuri dhe urrejtja. Edhe unë nuk mendoj që ka dashuri pa urrejtje. Nuk mendoj se janë e njëjta gjë, thjesht ndryshon vektori. Po pra, ndryshon dhe emri. Ndryshon vektori, thjesht vektori. Domethënë njeriu që ty të plotonte më para, ti thjesht e do të shkatruar. Po jo vetëm vektori, ndryshon edhe, ndryshon parametrit ndjesor, sistemi mendor, hormoni i lumturisë, ndryshojnë shumë gjëra tek urrejtja. Krijon një tjetër dimension, pastaj. Po që mund të kthej prapë në dashuri ose mund të largoj njëra mirë. Po ajo lloj urrejtje ka pamundsuar të dashurosh prapë apo? Jo, në ditë të dashuroj. Po ditë të urrej. Ke ndryshuar formën. Po, jam pjekur. Jam nuk e di, jam rritur. Edhe në urrejtje dhe në dashuri. Na urrit goca, na u bë burra. Po pse është, dëgjoj, shumë po më vao. Të rritesh në ndjesi është gjë e rrallë, mo. Je dashuruar aktualisht? O ti e di që ka femra që nuk din. Unë e di që do të them unë të tani, do të them vetëm të gjën. Mami dhe babi, kur më bën që më arritën këmbët në tokë, flasim me shprehjet tona, më thanë vetëm një gjë. Më e vajzë, njeriu në jetë është i bekuar vetëm për dy gjëra. Kur bie në dashuri, që uroj të biesh, edhe kur bëhet me një fëmijë. Ti ke plotsuar të dyja. Unë i kam plotsuar të dyja. A jam unë e dashuruar? Po më jam. Me jetën. Po tash, në të dyja rastet, jam. Në të dyja edhe, do të thënë aktualisht na marrin vesh pacientët. Edhe me veten dhe me jetën. Edhe me veten dhe me jetën. Po me një tjetër apo? Po vështirë. Po jo, mos është vështirë. Me gjithë lloj pacientësh që kanë qarkullim. Jo. S'merrem me pacientu. Jam pacient. Gjë të thash një gjë çfarë, që unë nuk gënjej. Kështu që. Domethënë një apo si janë tash, se s'po të marr vesh. Po jam, pse s'jam. Ora, ke ndonjë mashkull që dashuron jetën e vetes, se ka pacient se kuptojnë dot filozofinë. Po dashuroj më, patjetër. Dashuron jetën. Tim. Ai është dashuria ime. Po flasim për dashuri romantike ndoshta. Okay. Ti po thua me kushte. Dashuri romantike. Se pa kushte është fëmia. Do isha shumë debil po të pyesë ty je dashuruar kur e di që ti ke një djalë dhe ti lë jetën për atë, a kupton? Nuk vlen pyetja a e dashuron djalin. S'ka lidhje. Mirë. Nuk vlen ajo lloj pyetje. Më mirë se këto janë, njerëzit duhet të dinë edhe këto lloj dashurishme, se ka njerëz që se njohin. Ajo është dashuria më sublime njëherë. Po pra. Domethënë Freudi thotë e vetmja herë që e vetmja formë e psikopatisë më të madhe është dashuria e nënës për fëmijën, sepse është vetmja herë që një njeri do më shumë një tjetër se sa vetën e vet. Kjo është e tmerrshme, domethënë ai e klasifikon se Freudi është Freudi, kupton, e klasifikon te. Jo, mua më ka ndodhur te psikopatia. Po mirë, unë pas kam qenë psikopate domethënë. Jo, edhe mami im është psikopate për mua dhe për vllajën. Jo, para se të bëhesha me fëmijë them. Ke dashuruar në mënyrë psikopateske? Psikopatiste jo, po kam dashuruar vërtet. Domethënë kam dashuruar deri në atë pikë sa që po të më thonin që ai ka nevojë për gjysmën e trupit tënd, do ta jepja. Domethënë seriozisht? Po më të thash. Atëherë kjo çeka domethënë që ai s'të paska dashur kurrë. Domethënë po pati një njeri kaq shumë ndjenjë për njëri tjetër, është pak për e sigurt që ai tjetër nuk ka të njëjtin intensitet. Duhet ta pyesësh. Po jam i bindur. Po mirë. Jam i bindur. Më vërtet të kundër. Asgjë s'ka absolute në këtë vend. Në këtë jetë, në këtë botë. Ja.
Si përfundim ti je lumturisht të dashuruar me jetën. Me jetën. Me djalin për një tjetër s'na the domethënë që. Çfarë të them? Pas a ke ndonjë partner apo? Po nuk më pëlqen të flas për jetën private. Okej. Kjo. Më thon një dashuruar apo si e dashuruar? Jam e dashuruar. Shumë bukur. Në çdo dimension. Në çdo dimension. Bravo. Domethënë e morit vesh pacient, mos e ngacmoni. S'është e dashuruar. Megjithatë, unë kam një shprehje në Instagramin tim që tregon shumë për mua dhe nuk e kam ndruar që në momentin që e kam hapur këtë lloj platforme. Edhe shprehja në Instagramin tim, se ndonjëherë edhe tulatemi, ndrojmë, fusim një status, po nuk e kam ndruar. Një person thot, pikë së pari dashuron veten. Duke mësuar se si dashuron veten, atëherë do të dashurohet nga të tjerët. Edhe të dashuroj të tjerën. Edhe të dashuroj dhe të marrë dhe të jap sigurisht. Të lajme, the, nuk është se nuk të. Ora, të pëlqeu biseda njën? Po më pëlqen. Të zhdukur e lezetshme, ndjeve orët apo s'ndjeve, se kam vajtur diku të 2 orë ca. Seriozisht, nuk e ndjeva fare, të beton. Se shka një magji këtu te kjo koteti. Bile, dëgjoj, vetëm se shpeshherë më duket si drita ajo, si dritare dhe më tërheq pak vëmendjen, edhe pse jam mësuar me kamera dhe me ndriçimet, po tregon që ka një energji që më tërheq. Ja, unë energjia. Jo, unë ndjeva mirë edhe bisedat të tilla ndonjëherë janë edhe të nevojshme. Janë një psikoterapi kështu. Unë të falenderoj shumë që më ke ardhur. Edhe unë jam kënaqur shumë. Do të them sinqerisht. Shpresoj mos të kem zgënjur. Fare. Me ndonjë përgjigje. Po, më ke zgënjur për mirë. Okej. Më ke zgënjur për mirë. Okej. Është fatkeqësi të dashur miq që një nën të jetë bindur ideali vet ose pjella vet do të largohet nga vendi. Kjo është fatkeqësia më e madhe që duhet ta mbajmë edhe nëse ndonjëherë kemi ndonjëherë ndërgjegje popullore neve, si popull, si komb. Kjo duhet të jetë brejtja e ndërgjegjes më e madhe që duhet ta vuajmë edhe duhet ta shlyejmë. Sepse ne jemi vendi vetëm në Europën perëndimore që promovojmë shpopullimin e vendit tonë, largimin e familjeve nga vendi. Zoti e boft mirë, por unë besoj se ne kemi harru veten, kësaj edhe Zoti nuk na ka në optik. Kjo ishte biseda jonë me Anduenën, një bisedë totalisht e lirë, nuk ka pas asnjë lloj pyetje të gatshme. Jo. Lindën moment, me të vërtetë është me regjistrim, po nuk ka as edhe një lloj ndërprerje në mes. Dhe kemi shumë vajza dhe djem të mirë në qarkullim në Shqipëri, por neve jemi të fokusuar vetëm te llumi. Në qoftë se të shqetëson dielli, hap çadrën vlla. Mos shko te llumi. Vëkrem. Kështu që ky ishte episodi i radhës në Tru Podcast. Mos harroni, përshtyeni televizorin, zhdukeni, thyeni, sepse ju duhet vetëm një iPad, iPhone, Samsung, laptop për të parë Tru Podcastin. Dhe mos harroni na bëni subscribe. Ta abonojeni, të godisni me super chat, sepse dikush o do na financoj krimi, o do na financoni juve. Le të jemi neve zëri i Amerikës i mbyllur. Tashmë i hapur në Shqipëri, në një lagje të varfër të Tiranës, siç është Astiri. Vajë varfër jo se. Është pasuruar shumë. Por ju dini vet, edhe mos harroni për reklama apo për bashkëpunime të tjera, kontaktoni 6980 5555 4. Jeni më të mirët kur nuk kemi të tjerë. Deri herën tjetër. Me shumë dashuri nga ne të dy. Au revoir, pacient. Dhe mos harroni shiringën.